Miqtë e mikesha të pjesës 3 të përshëndetje dhe mirë se vini në këtë bisedë me formatin podcast, ku sot në këtë tryezë do të ketë shumë fantazi, pasi për krah është Bekim Kuli, një emër i cili me numrin e tij 10 që ka mbajtur më shpesh në karrierë, ka zbukuruar futbollin nëpër Shqipëri, ka luajtur gjithandej, ka qenë futbollist virtuoz, ka qenë karakter i veçantë, edhe sot shpresojmë të na tregojë sa më shumë anekdota nga karriera e tij, shumë shëtitur. Bekim, nderë që të kam këtu, faleminderit që e pranove ftesën. Faleminderit për ftesën. Shumë i njohës për ju që më bë të thirrën sot të jem pranë jush të tregoj unë diçka nga jeta ime. Faleminderit. Bekim, ne këtu te pjesa 3 dhe nisim gjithmonë nga fillimi, nisim nga origjina. Do na tregosh pak si e nisë me futbollin, kush shtyu drejt lojës bukur? Më thënë drejtën, kam qenë një fëmijë hiperaktiv. Pak a shumë nuk më lindte pak ajo trupin vend, vetëm lëvizje. Edhe fillimin e kam nisë si çdo njeri që luan lagje me shokët, dyshe, treshe, kaçe. Pastaj më shikonin edhe më thonin shiko se ai çuni atje është lojtar i mirë, hajta morim këtu, hajta morim atje. Nga një lagje ose postoheshim lagje tjetër. Edhe kështu. Pastaj fati im i mirë që baba im në atë kohë në komunizëm i dhanë një shtëpi afër një shkolle shumë të rëndësishme që ishte shkolla e futbollit. Aty baba im më regjistroi. Pastaj nga shkolla ku isha aty ka qenë një trajner për kavajin i famshëm, nuk e di për Shqipërinë, Vullnet Dej. Ai një ditë takon babën tim dhe i thotë që shiko, çuni atë luan shumë mirë futboll. Por baba im ishte mësuar gjithmonë me ato budalliqet që bëja unë. Kam qenë dhe tip kështu që kisha qenë bëja leadershipin, më isha 3-4-5 shok, ku Ke qenë udhëheqës që i vogël, domethënë. Po, ku të bonim ndaj sherr ndaj diçka dhe baba gjithmonë thonë që ti je rrugaç, ti je kështu, ti je ashtu. Edhe kur i thotë Vullnet Dej babas im që çuni ato është lojtar i mirë, futbollist i mirë, nuk e besoj sepse ne nga fisi nuk o që jena majt një për futboll. Nuk kishit shumë sportist, po. Bege, do të pyes pak faktikisht edhe për jetesën Kavajën ato vite. Unë jam kryestar parti i vitindjes 1982. Si ishte jeta në atë kohë, sepse ti e ke kapur edhe sistemin e shkuar, domethënë, edhe na trego pak edhe për lidhjet familjare, nuk e di, vëllezër, motra, kushëri që ke pas aty, po patjetër do ndalesh edhe te idhujt që ke pasur futboll në atë kohë. Po, kanë qenë kohë të vështira me të drejtën. Ushqimi mungonte për gjithë. Fati im i mirë prapë që baba im ka qenë karrocier, i thonë në italisht, që rregulloi makina. Edhe ekonominë familjare gjithmonë e kemi pas shumë të mirë. Gjithmonë. Edhe baba im gjithmonë ka qenë shumë lart nga të gjitha anët, kështu që nuk më lente asgjë mongët, si ke pucët e futbollit, si ke gjërat që u ndoja, po edhe ke ushqimi që ishte shumë rëndësishme për një futbollist që të heste parë, sepse unë vetë si natyrë kam qenë shumë i dobët nga ana fizike. Të falenderoj Bekim që përmend këtë pjesën e ushqimit edhe për të kuptuar pak diferencën e kohës, se tash një futbollist i vogël domethënë nuk ka përmendur ushqimin sepse ai duket absolute, është një drejt domethënë që ka për atë kohë mungon. Shumë kohë të vështira dhe vllai im i vogël, se vllai im i madh kishte emigruar në Itali, gjithmonë hapte pak krahun ke pjesa e ushqimit për arsye sepse nana gatunte vetëm për mua. Mishin normalisht nuk u ndante, po dhe baba im ishte influencuar nga njerëz që takonte në pazar, i themin nga krahët tona, dhe i thonë shiko se çuni duhet të haj paçe, çuni duhet ha kështu, çuni duhet të haj ashtu, edhe baba im vinte në shtëpi dhe krijonte ato gjërat e veta me nonën time dhe i thonë shiko çuni duhet i bësh sot kështu. Kanë qenë dietologët e tu të parë sportiv. Po, sepse edhe kohët ishin të vështira me të thotë drejtën. Ushqim në ato kohë ne banane nuk dini se çfarë ishte. Ka ardhur mas viteve 90 besoj banane në Shqipëri. Mos gaboj. Bekim, kur e kuptove ti që doja dilje në futboll? Po pra aty ta lash për gjithë shpar që ky profesori Vullnet Dej, kur i tha babës tim që shiko çuni të luajë mirë futboll dhe baba im më mande mend për ato budalli që i boja unë. Nuk e besonte që unë luaj mirë futboll dhe tha shiko, kemi neshje me Shiakun këtë javë, hajde shikoje. Edhe kalon baba im. Cila futmosh ka qenë kjo? Kemi qenë të shkollë sportive, akoma nuk isha me ato me skuadër normale, thjesht luajmë me shkollën. Edhe i thotë që hajde shikoj çuni se është lojtar i mirë.
Luj me shiakun dhe në momentin që baba im vjen me bicikletë aty, ka qenë moment që futet crossi nga e djata dhe po i gol me rrafishat. Edhe aty pa më thoj gjë fare, shko në shtëpi dhe i kishte thonë nënës im shiko se çuni që ka talent për futboll, se disha. Mësoj ditë me gol me rrafishat. Pastaj nuk më ka nda baba nga mrapa, gjatë gjithë jetës time deri sot e kësaj dite nuk le pa marr telefon, pa më dho këshilla, shikoj pe këtë, shikoj pe atë, shikoj kujdes tu. Edhe është një pjesë e rëndësishme e jetës time. Interesant, shumë si Rafim Bekim. Kur u regjistrova te skuadrat e mosha më pas, si ka vajzë që besoj që edhe ti ke kaluar grup moshat e Besës, është klubi i famshëm për sa i përket kultivimit të talenteve, shumë futbollistë kanë luajtur me kombëtarët, ti vetë ke luajtur me kombëtarët e moshave, besoj ke pas dhe grumbullime në ato turnet Norça ose nuk e di më vonë me Brigelin, ke qenë ti pjesë e kombëtarëve të Majmen. Na trego pak për trajnerët, skuadrat e moshave dhe futbollistë tjerë të atij brezi që ja dolën më pas bëheshin profesionistë. Të drejtën unë regjistrimin e parë e bëra me Durim Shtinin Kavaj, shkova me ato të vegjëlit, pastaj me Taib Dupin, ka qenë një profesor tjetër. Nga aty fillon ty luajtë këto kampionatet zonale, aty u evidentova. Gjithmonë 10 bega apo të pozicionit? Thjesht kam luajtur gjithkohon, Qy Kalama 10 gjithkohon përpara dhe gjithkohon me fantazinë time kur nuk vija mrapa. Edhe trajnerët çdo gjë e bazoheshin ke mua. Domthonë kisha dy mesfushorë qendre mrapa që vraponin shumë dhe mua më lente të lirë. Një pyetje kam tani se domethënë ka futbollistë patjetër që kanë qenë futbollistë fortë, portier, ne kemi pas lojtarë të roleve të ndryshme të ftuar në këtë tryezë, po ti si dhjeç edhe si talent i lindur, kur ishe i vogël shikoje modele futbollistësh në Shqipëri ose jashtë i shikoje dhe thoje ky më pëlqen, kam qejf të bëj stilin e këtij, goditjen e atij. Në Shqipëri jo, po pati far kohë, masi u rrita pak, se fillimet jo, po kam pas Ronaldo në qef, Dalimën. Fenomenal. Ai ka qenë për mua inspirim i madh shumë, bilës disa finte që ai realizonte në atë kohë. Unë kisha qef t'i boja, pastaj kur mbaroja stërvitjen me ekipin, rria mbrapa prap që ti perfeksionoje më shumë, që t'isha pak më lart se tjerët. Gjithmonë jam katareka e pjesa e liderit, gjithmonë jam katareka e pjesa e leadershipit që unë t'isha më i mirë, gjithmonë njerëzit thonin shiko ky që ka kështu, ky që ka kështu. Në momentin që njerëzit nuk më mirënin në këtë lloj prizme, shikoje diçka mangu nga veta dhe gjithmonë stërvitesha më shumë që t'isha evidentuar. Domthonë kisha edhe kënaqësinë vetvete që thua shiko se un jam këtu, unë do ta marr nesër sot. E kupton? Edhe gjithmonë ka shtyr ajo. Diferencën. Bekim tani që je një farë moshe, domethënë dhe je trajner dhe e shikon atë periudhë kohë me sy të tjerë. Ke qenë më tepër i përkëzelur mendon që të gjithë kishin pritshmëritë e ty apo të ka shërbyer më shumë si motivim për të bërë më mirë? Me të thotë drejtë kam qenë më shumë i përkëzelur se ç'duhet. Edhe kjo mendoj. Ke ndiku më pas në karrierën tënde? Po, kjo mendoj ka qenë pak më problematik për pjesën time që mund të ecë më përpara, por me thotë drejtën e Zotit kohë të vështira shumë. Kohë të vështira, nëse më mend ti se pak a shumë pak diferencë kemi njëri tjetrin, ikshin dritat në 7, vinin 8 darkës. Pa drita, laje rrobët, po me të njëjtën rroba dhe shkohet nesër në stërvitje, nona im që rritet gjithë natën duke larë rroba, duke i tharë. Shikosh to tash që rrobët i gjen gati, vetëm shkojnë me parfume apo me shampo, për Zotin e madh, mendoj që futbolli duhet të ecë më shumë përpara, po ja që dalin gjëra të tjera rrugës dhe ka edhe përparësi të tjera tani sporti atëherë ishte një nga zbavitet e pakta, mos them nga të vetmet. Në Bekim ne të mbajmë mend si tifoz të vegjël, domethënë që sepse tani ka shumë futbollistë që luajnë jashtë që kanë pas përvojë edhe me moshat jashtë, por ne të mbajmë mend ty që erdhe nga Turqia te Partizani, domethënë si na trego pak për këtë periudhë të jetës sënde, si ndodhi, çfarë mundsoi kalimin tënd në Turqi, kontaktet. Shiko, unë evidentimet e mia i kam pas qenë në vogli, për arsye sepse u ka pas fol shumë dhe për ne Kavaja nxjerr shumë talente sepse qyteti jeton me atë djalë. Domethënë isha un talent, u flisën çdo kafe që shkoj çuni filanit është talent, lu futboll. Edhe kjo më shtynte më shumë, e kupton? Edhe sot siç ka futbollistë të tjerë Kavaja, ka plot mund tjetër siç është Regi Lushka, apo Dajsinani, apo Tedi Cara, apo Krasniqi, Deliu, domethënë gjithë këto lojtarë që dalin, ka dhe tjerë prap të talentuar që shumë shpejt do t'i shikoni, që un ka prap talentuar Bega. Ka shumë të talentuar, prap.
Është një me emër Haxhiu tani që për momentin është një lojtar shumë i mirë. Është moshëre. Po, është. Edhe po e presim, do të shënojmë të Haxhiu. Edhe flitet në kavaj shumë për këtë djalin dhe baba vet po atë krenar dhe djali kërkon më shumë nga vete. Kjo ishte ajo që më shtynte mua. Të gjithë flisin. Unë doja që ti tregoja gjë babës tim, familjes time se kanë qenë edhe kod vështirë, doja të isha diçka që tregoja familjes time se shikoj unë jam të humor me diçka, jam të bëj diçka. Edhe kjo ka qenë në atë kohë. Po kush e mundson më pas kalimin në Turqi, si ndodhi, si u kontaktuan? Kalimin në Turqi. Tani kemi shumë ndërmjetës, ti e di, ka agent, ka prindër, ka kushëri, ka kontakte me interneti. Nuk ka pas shanse të di që jashtë shtetit atëherë. Për shumë arsye, fati i madh ose ka dash Zoti i madh atëherë që ishte Lala, ishte Skela, ishin këto lojtarë që lunin jashtë. Nivelet larta apo në Bundesliga kryesisht. Kur e shikoj atëherë ishte ëndër, nuk e paramendoje dot. Shikoj unë nga të vegjël isha e vendentuar nga të gjitha moshat e mia, deri në Tiranë, deri në gjithë Shqipërinë për arsye sepse kombëtarja e Kavajës, e Durrësit u bonte bashkë. Ka qenë me zona regionale, po ndoshta po. Tirana me Lezhën, Shkodrën u boshin bashkë dhe Jugu u bënin bashkë. Luni me njëri tjetrin, me gjithë Haxhiu. Unë ka pas vënë seleksionimet, edhe gjithmonë unë kam qenë brezi Endri Vrapit, Mont Kaplanit, Mancakut, Shetës, 81 gjithë, Baba Musta, ka qenë Bulku, ka qenë Almuça, ka qenë Anciagolli. Vetëm cilësi po na bën. Po, vetëm cilësi. Domethënë ishim i lloj brezi shumë i fortë edhe kampionati ishte shumë i fortë. Edhe për mu flisin fjalë të mira gjithë. Isha edhe pak bjonde kështu dhe bisha në sy. Edhe ca thoshin Effenberg, ca thonin kështu, ca thonin ndoshta farkohet po. Ishin ato që diskutonin atëherë, kupton ca thoshin Klisman. Krahazimet e kolorit po. Edhe më pan edhe ka qenë edhe një finale që kemi luajtur me Lushin këtu në Sërmas, edhe unë kam bërë golat neshje me kokë, edhe dolëm kampion Shqipërie për paratrit. Aty pasaj kishe fol, fillonte u fliste shumë edhe në atë kohë presidenti i ekipit Kavajës merr babën në telefon dhe thotë shikoj se unë nga paratrit kam kaluar direkt në ekip parë, nuk kam luajtur me trit fare. Thotë shikoj se çunin e kemi pa në finale me paratrit edhe bjerë herë ta shikojmë neshje misore. Kështu ditën e mërkurë siç u ka pas bomër përpara. Po, që ishin domethënë ekipi parë me tjetrit. Edhe shkoj aty edhe nga aty pastaj trajner ka qenë Ndërçi Muça. Bëjnë ndeshjen te Besa. Po ke Besa. 45 minuta mos ke bëjnë dhe i thotë shikoj çunin lene këtu se do ta marrim në ekip parë. Edhe 16 vjeç kam qenë unë i vogël, edhe kështu kam qenë imët pa formuar mirë. Atë natë s'kazoj gjumë gjithë natën kur më mori emocioni madh se nga paratrit as drita si gjë direkt në ekip parë. Edhe më e forta që mas 2 javësh neshe me Burrelin. Më futi direkt në lojë. Kam bërë golat neshje. Çfarë viti ka qenë këtu pak a shumë 98-99 ka qenë kolaps futbolli. Ka qenë kolaps edhe fushat ishin të leshin për të dëshiruar. Luajta me Burrelin neshje parë dhe shënova gol. Debutim. Po, debutim. Të dal kujtohet goli be? Po më kujtohet, duket ta kam bërë me kokë edhe prapë me kokë. Edhe krosin ma ka dhënë një shoku im i dashur që rrin në Gjermani sot, Klod Bygjymi. Edhe mrapa pastaj ti ke po golin parë se unë ta kam dhënë, e kam shumë shok, edhe e kam vëlla. E për arsye pastaj që du me dalë aty pse i kanë Turqinë me kënaqësi, po ti na nxjerr domethënë muhabet dhe unë bëhem kurioztar, po vetë pyes. Tregoj çik rrugtimin se është shumë e bukur, kupton? Edhe masi bëra golin me Burrelin, filluan njerëzit duke fol më shumë. Edhe aty pastaj më kishin ka qenë një doktor Aslan Kasa nga Shiaku. Kontakton babën në telefon dhe i thosh shikoj se kam pa çunin ta dhe shumë lojtar i mirë, po sikur ta çojmë një provë në Turqi. Andra mollë kur kërte vesh si merdi kështu. Gjithçka shumë shpejt, ekipi i parë, Turqia, shumë shpejt edhe masja 2 javësh dhe më vite në shifte edhe i herë tjetër ky Aslani që të binte domethënë edhe ka qenë një neshje në Peqin ku ishte derbi. Edhe i vit përpara
Dorë Bubeqi ka qenë gërshënuesi i Peqinit. Më i miri kampionatit, po Kavaja, Sulmuesi. Po, ka qenë gërshënuesi më i miri i Peqinit në atë kohë, edhe tash ishte problem këtu në Dorë Bubeqi kundra Peqinit në Peqin. Sepse Bubeqi ishte kthyer te Besa ndërkohë. Po, ishte kthyer ke Besa. Edhe tash gjithë tifozët dorë duke shajt në kar, duke shajt në kor, duke ofenduar dhe dorë tash që kthehet nga nxemi thotë dhe që mund që stranjeri ndëruar, thotë që ka sun slujmo. Tash unë 3 javë kisha aty hap sytë, neshje shumë e rëndësishme dhe shumë agresive. Unë 16 më thotë nga pakinë të çoh thotë të hysh tim. Thotë rëndësosh Bubeqin. Po. Shifsha unë Klod Dervishi, Magani, mbrojtja tash për të dy. Tash për Peqini ishte më forta që nuk humbte asnjë neshje brenda shtëpi. Mund ishte shumë ekip i fortë edhe lund agresiv çam me atë. Ka qenë rruga me Hardit Ana që çon deri te ti ke lutë vetëm mbrapa në Peqi se. Ajo rruga ka qenë. Po rrugica. Ne ka qenë një neshje shumë e fortë. Domethënë ty lut neshje duke qajt, haja ngrushta nga Klodi nga janë, nga Magani nga krah tjetër, Kalamo. Dolën 0-0, atë neshje, po shumë e fortë, edhe më ka ngel mbresa e neshje, sepse nuk kisha as kamera, as i gjohë, imagjino veti mos e qa, dolëm 0-0 dhe aty pastaj ndarkët erdhi Aslan Kasa ke shtëpia, i tha babës, shiko se e parë që unë e sot nuk e lut topën, ky duhet me ardh atje, shkova në Turqi pastaj. Klubet atje, si nuk kanë qenë? Klubi unë kam ikë Gençler Birliği. Aty gjeta Mancagun, se Mancagu kishe i vite pak para meje, shqyr zotit ai ditën turqisht edhe më futi pak në linjë më shpejt. Por shkova për provë, nuk shkova i afirmuar. Nuk shkova me firmos direkt, do më shikonin në ato 2 javë. Më pas do vendosnin. Po, që javën e parë vendosën do që unë të jem pjesë e Gençler Birliğis. Atë vit 2 vjet lunin që ta dinë më të rit dikur ekzistonin dhe provat, një futbollist shkonte shikoja kishte vlera apo se s'kishte video domethënë siç e thotë edhe Bekimi as video as gjë me shkumbinin nuk ekzistoi as video as gjë dhe deri në 2006 mos gaboj 2005 unë si karrierë që kam bën nuk ka as video as gjë as gola as fare zero. Kur shkova atje pastaj mu hap një horizont tjetër, fusha, bari, profesionizëm. Rrobat që i lanin ato, si ishte mësu hiç. Nuk thahen më gësoba druvit. Nuk u thanin mos siç e thante nona ime. Menza, çdo gjë me orar, palestra, s'kisha pa një palestër, s'kisha prek një hekra fare, as dia si u kapnin, si u përdornin. Erdhi Aslan Kasa, doktori, ai na i mësonte ndarket kur na nxirrte se ai kishte një interes shumë pat që ne tu stërvitim 2 herë në ditë, e ti dilte aty te emri sa më shumë që ti tregonte aty sikur se unë nuk solla element kot. Po. Edhe ka qenë kohë shumë e bukur për arsye sepse më mësoi të rija edhe në vetmi. Domethënë ika nga familja 16 vjeç, atje 2 vjet pa non, pa bab, pa hall, pa teze, pa xha, se ne shqiptarët jemi qindjeshëm. Edhe nuk kisha njëri afër me çatria, dhe kjo më ndihmoi shumë nga ana e karakterit. Domethënë fillova të balloja çdo lloj situatash në jetë, edhe padrejtësi, edhe vetmi, edhe shok nuk kisha, edhe ku dilja nuk kisha ku ike, edhe lek nëse kije ku do shkoja. Bekim, cila ishte pjesa më e vështirë e këtij ambientimi atje në Turqi? Ishte pjesa e ndryshimit të stërvitshmërisë apo më tepër kjo natyra njerëzore edhe mangësive që kishe? Edhe përveç kësaj na trego pak edhe për anët pozitive. Çfarë fitove nga pikpamja sportive nga pjesa e stërvitjes bëhet fjalë nota me ditën. Këto herë u njifte vetëm vrapi, s'kishte topa fare atje, ishte një hap, nuk di çfarë më thon, nuk di se më ta shpjegoj. Të shkosh ti tash atje 16 vjeç, robot që të lanë, gjërat, ambientet, fusha që lym, e çdo gjë perfekt, stërvitje të ndryshme. Atje shkove direkt me grup moshën tënde, besoj, dhe u afrove në ekip parë Gençler Birliği. Jo, ke Gençler Birliği kam luajtur vetëm ke grup moshat, për arsye sepse ishte shumë e vështirë të shkojë në ekip parë, për arsye sepse kampionati turk në atë kohë u lunin vetëm 3 huj. Tjerët ishin gjithë turq. Po. Dhe ato 3 huj që ishin në ekipe të para, duhet të ishin ekip me lojtar kombëtar. Duhet ishte Tafareli, George Haxhi, këtë nivel po e marr me Galatasaray'n e kohës. Nuk ishte thjesht. Plus që mrapa kishte edhe talent turk. Patjetër. Turq që drejtorët sportiv atje lobonin shumë,
Po, që ti kishe më pas... Siç mund të vi një talent i Tiranës apo i Kavajës sot, të vi hujtja Zevenin ti që është shumë e vështirë. Imagjino Turqinë që është mbi 90 milion banor. Konkurenca madhe, bryla shumë, menaxher kisha që të çonte para. Çdo gjë vet me forcat tona, luftë gjithkohon. Turqit janë pak a shumë karakter si puna jonë agresiv, edhe u përballshe për ditë me një gjë të re. Po na forcoi, na bëri mirë, na mësoi profesionalizmin, edhe ka qenë një eksperiencë e mirë. Unë sot edhe gjuhën turke e disponoj shumë mirë, edhe jam i kënaqur për atë rrugtim që kam bërë atje. Pastaj mas 2 vjetësh me Gençler Berlin, pata një problem mënyrë ekspresive si japun. Çfarë ndodhi? Bolla një budallik të vogël aty edhe. Unë kam një gjuhë si legjend, po kam qenë ma tregosh ti tani më jem dole. Kam vënë një budallik të vogël nga ato të mijat që nga më shumë nga qemë të shumë i drejtë dhe shkoj direkt me gjakdësi. Isha lodh shumë atë ditë, kisha bërë 2 stërvitje në ditë. Edhe më thot Mancaku, shiko Beke, thot hajde ikim, thot hajmë në gjoj jashta, dalim, edhe ikem se ku me shku këtë tegu sot, ishe një qendër komerciale shumë e madhe. Po 2 stërvitje në ditë, edhe ja 2 ora ne mu fik ekrani fare, me thotim shëra sheqeri. Edhe shkoj aty në klub, edhe aty ishe vetëm ai që jep të ushimin. E them aty, abi, e them, ja kësha më darë, fillove folë turqisht. Thash unë ushim, mund të japësh? Tha, të lutem, tha nuk mund të jap derisa të vinë gjithë. Thash të lutem, i thash se po ndihem keq. Nuk jam mirë, thash unë mje paj sa duhet, s'ka gjë. Ai më dha, unë hangra, shkova prap, i thash, shiko, të më japësh dhe prap. Tha, o djalë, tha, po dhash i pa ardhë çuna nuk t'jap, si ishe dhe rregull, do të vinë gjithë që normal, i klub profesionist. Jo t'jap. Ai mori një thing ato të sharrës to që pret buk ato që kanë turqit, ato të gjatën, tha mu ik, tha se ta preva kokën, tha mu. Edhe ai mënyrë kështu si nuk do që ma tha seriozisht, e kupton? Edhe unë e mora seriozisht, kapa karrikën. I gjujtën karrike para një jave, se du të dalë se si u përreshtova. Para një jave bëjmë neshe kontrolli u 21 vjeçarët me ekipin e parë. Edhe ishe i Brazilian një Soza, ekip parë, shumë lojtar i mirë. I shkurtër, eksploziv. Të mund të dilte nga këtu ku jemi në 5 metra shumë i shpejt, nuk e kapje dot. Po. Edhe ktheset nga veni kishe shumë eksplozive, nuk e kapje dot. Edhe unë paka shumë me këtë Sozën rria gjatë ditës, flisim italisht. Dinte pak kështu e me ato të vetat. Ti kishe gjuhë televizion Kavaj italisht, mirë. Jo, më kështu mirësha vesh me atë çunin dhe kisha dalë 3-4 herë, kishim pi kafe aty se ne kishim hotelin këtu, ekipi parë kishe afër nesh. Edhe ky kishe kapte rasti çtu ndjel mas neshës që ato iknin gjithë ku dikte ky. Ky do rinin aty. Edhe aty isha unë me Mancakun vetëm, se edhe turqit iknin nëpër shtëpi. Nëpër shtëpi vetë patjetër. Edhe bëjmë neshë misorë ne. Se shmerë topi kjo më kthehet nga e majta, më kthehet nga e djata, rrotullim shumë i shpejt, nga i nati që më kapi, top e kom brazilianin e plasan top, po, kështu fort fare. Ka që një tolga, një flok gjatë që ndërmëjtëse. Merdim, kapi nga fyti, më tha mu ti, dhe më pisa njasta. Si gjukë ti të Sozës. Edhe unë e shajta, me të shqipën tonë diti. Po ky ka pasnet ndonë me një turk tjetër, Ismail Güldyren, a ishe me origjinë shqiptare. Dhe qitë shajt më të Shqipja kishe mësu këtit. Edhe më tha mua më shajt, edhe u bojmë madhe, edhe Samet Baba të erga që trajneri Gençler Berlin. Është me emra në Turqi Sameti. Edhe u prish stërvite, u prish çdo gjë, i tha këtij trajnerit tim, i tha në dëgjota, nga sot tha nuk kam uneshje, u isi një veçar me ekipin e parë, se ti ke ekip rrugaç. Sidomos ky pisi këtu tha. Do të me shduk, tha. Edhe klubi nuk mori masa në atë kohë, dhe masi jave unë përsërita këtë gjën tjetër me të kuzhinës, po, edhe veç kur vja pastaj Aslan Kasa në 5 mjesit, më zjoj nga gjumi, më tha, po qa ke bo mërë djallë, tha, qa kam bojë, dhe shumë, tha, më të kam prej biletën, dhe ikesh për shpi. Atë natë ndargët, biletë dhe ikë shpi, veç kur e thëmë babës që për fundimtar, po, vetëm kur i them babës po vinë në aeroport se besonte se kishte tjera pritshmëri normal. Po tjera pritshmëri plus që tranzicioni në Shqipëri
97-a, 98-a, 99, nga që vitet vështira, vite ku njerëzit u vrisnin, u bonin me armë, edhe nuk donte që unë tisha në atë kohë këtu, sepse kam qenë tip eksploziv, kështu që i rrezikshëm për kohën dhe moshën, domethënë, në kontekstin e Shqipërisë atëherë. Po, baba im nuk donte të kishe për komësh, donte që unë të rija. Më mirë atje, ishte më i qetë të kishte larg. Ishte më i qetë, po. Edhe kur erdha, baba im u mërzit shumë, me të thotë drejtën një javë ka qajt me gjithë nonën time, e kanë mbujtën shumë atë pjesë. Unë që nuk e vrisja me në fare, thash, mëse unë shtëpi jam e... Po, se kuptoja në atë kose, kaloja javë, 2 javë, s'kisha dhe që të boja me të thotë drejtën, se kampionati shqiptar kishte filluar. Qa periudhë ishte kjo, begim? Qa muaj domethënë, jo? Ka qenë nga janari, ka qenë, mos gaboj. Sezonin dimër. Se ka shumë kohë që kanë kaluar dhe se maj më mirë. Edhe, pasaj merdi telefonat nga një trajner portierash. Trajneri portierëve i Gjersher Bilis kishe marrë shokun e ngushtë vetin që ishte trajner portierash ke Samsunspori. Klub tjetër në Turqi, po. Edhe i thotë shiko se kemi një shqiptar, Arnaut, i thonë shqiptarëve, no, kemi një Arnaut, shiko se është shumë lojtar i mirë, po është i ekspresiv nga ana, është gjak nxehtë, shiko se po ta mirëni atje, ai mund të eci para, mund kështu, unë më pëlqen shumë. Edhe kishte një veçare të Gështerit, ka qenë një nga lojtarët më të mirë, ka qenë kështu, ka qenë ashtu dhe do t'i më merr Aslani prapë telefon, thotë shiko djalë, tu hap fati prapë. Po Mancaku, ku kishe mbetur gjatë kësaj historie? Mancaku ishte Gështer, ishte Mancaku. Ai nuk u ndiku nga këto probleme. Mancaku me thotë drejtën ka qenë tip që ka qenë më qetësëm, nuk bëhet fjalë. Ka qenë djalë më i kulturuar, më i dashëm, edhe nga ana mendore intelektuale me thotë drejtën ka qenë më qetësëm, më i përmbajtur. Edhe Mancaku mund të ketë luajtur rol shumë të mirë për mua dhe shumë të rëndësishëm atje ku kam qenë. Të pjesë e integrimit. Në çdo 3-4 javë e boja në budallik. O do zjemen e shok, o do i gjuja në njonit, edhe Mancaku viti ka dhoma, shiko nuk bëhet shumë vlla se këtu të heqin, këtu të bëjmë, po unë me atë budallikun tim. Me thotë drejtën po është pishman tani begim apo i ke më tepër kështu si kujtime? Mendoj që kjo gjë për çesh. Nga ana ime me thotë drejtën ka qenë se kam qej pa pjekur shumë, më shumë i drejtë. Për i gjotë vogël, nuk më zente gjumi gjithë natën e ma e menjën, pse ma thajet e fjalë, pse ma thajet e fjalë, më rritë e menja po të, kurse të shqe me nëjë mrapa, thoj, po t'isha pak më i qetë, më i dashëm, t'isha që më cinik, se futbolli do dhe cinizëm, do t'jesh edhe kur të shaj tjetrit, mos me i fol, mos me bo, po unë kam pas reagu për herë, edhe nuk menoja ato që do vinin gjonat mrapa, menoja vetëm atë që do nxirrsh ai natin tim. Edhe kalon te skuadra që po shkoi domethënë. Po, më merr ky trajneri i portierëve, thotë shkoj në Samsunspor, edhe shkojnë në Samsunspor. Edhe atje më morën se nuk kishin besim. Për atë që thonte ai dhe me atë që u tregonte, doshim të shikonin një herë. Shkova atje, bona testin për 3 ditë e vendosi ai trajneri Ali Bilgili kishte emrin ai, ishte një vjeçarve, do shkosha ke ishte një vjeçarve me premisa me dalë në ekip parë. Pisoj kontrata si me Gjersher Berlin, se ashtu e kisha edhe ke Gjersher Berlia. Kishte një vjeçarët për të bërë profesionist ke ekipi parë. Patjetër. Shkova kishte një vjeçarët, ishte ekip shumë i mirë, në rënditje ishte në vend 5 mos gaboj, Gjeshteri ishte atëherë në vend 4. Edhe në atë vit që shkova aty, trajneri Ali Bilgili, ka pas emrin ai djali, më dha shumë mbështetje. Ku më dha mbështetjen muaj? Kornët, faullat, gjitha i gjuja unë. Po aty kishte lojtarë që kishin 2 vjet që lunin edhe në ekip parë, zbrisin e kjo si një veçar dhe u krijua një lloj xhelozia shumë e madhe si vjen ky shqiptari tani. I merr këtë gjitha. Po. Edhe një ndeshje me Beshiktashin ka qenë minuta 94, u bë një penallti, ka qenë një Ibrahim lojtar i rëndësishëm, ai i thotë do e gjy Bekimi, edhe i ma dha topin shumë, tha mos sinin babam, tha baba jot ta lop, tha ma vulli topi surat. E gjyta e bona gol, penaltin fitu 1-0, edhe kur shkun ka thonë të zhveshjet, ai Aliu nuk hyni mrena me më kap qa fare, po filloi t'ju rraf Ibrahimin me shpulla, dhe tha shiko, e diskutove njerë, tha pjesën e penaltis kur do e gjy, tha nuk e për lujt më futbol sa t'jem këtu, edhe i çun Ibrahimi, mas asaj të neshe nuk lujti më futbol, e la,
mrena vitit, nuk e futën më, ai Aliu e mori natë edhe më duk se kur e kisha unë fajin, po si kisha fajin se ai ishte dashuruar me mua edhe me futbollin tim, a kupton? Normal. Edhe në atë vit ke Samsuni kam lujt shumë mirë, kam qenë shumë lart, edhe dola lojtari më i mirë, kam dalë dhe golshënuesi më i mirë i ekipit atë vit, dola në vend dytë. Samsuni s'ka dalë njerë vend dytë për ujësi një veçarët, atë vit na e mori Fenerbahçe, dhe na e ka marrë me diferencë pikesh shumë të vogla. Bekim nga këta futbollistët që ke luajtur përballë, doli në një më pas që u bë lojtar i madh, që ndoshta e njohim sot, që ka luajtur me kombëtarët e Turqisë ose nuk e di, domethënë që kanë bërë karrierë në Europë. Na përmend 2-3 thjesht për çef. Po, ta tregojon. Ka qenë një mreci majt, Emre qofse majmen. Mbirë me se majmen e ka qenë lojtar i mirë. Brezi im ka qenë ai Tunxhaj Shandllë, qofse majmen. Ka qenë një Serdar si ka Serkan, edhe i ka luajtur me Trabzonsporin, me Fenerbahçen. Bën karrierë të rëndësishme pra. Po, nga që ne nuk e ndjekim kampionatin. Po, dhe nuk jemi shumë familjar me emrat. Nuk e njohim. Kupton, se duhet ta shikosh. Sigurisht. Edhe kam bër një ndeshje më prap aty në Turqi ku luajtëm me Fenerbahçen, një ndeshje që ne po ta fitonim dilim ne vend parë. Edhe gjithë javën që më thonin gjithë shiko mos të marrësh të kuqe, ka minuti 20 kuqe mora, u rrafëm 1-0. Edhe nga kjo pjesë pastaj vendosi gjithë klubi që unë isha gati për ekip parë dhe më nxorën ekip parë. Pastaj unë kam qenë gjithmonë në ekip parë. Në 18 që kam bërë vetëm një ndeshje kupe. Po gjithë kjo ndolli dhe gjithë kjo gjë thjesht gjitha me forcat e mia. Nuk kam pas asnjë lloj shtyse tjetër. Patjetër kush do të ndiqte ty atë normal. As menaxher s'kisha, asnjë lloj gjoje fare, as babën si kisha me vete, çdo gjë me luftën me forcën time, e kupton? Sinjale, kishe bekim jam kurioztar nga kombëtarët e moshave këtu për shembull, nga Shqipëria Federata, si Federata atëherë ishte shumë ndryshe nga Federata sot, domethënë ka pas vetëm një kështu faks. Me gjithë moshët e kombëtarëve shqiptarë i kam kalu të gjitha, deri ke kombëtarja madhe, po i kam kalu të gjitha. Edhe kam qenë pjesë e rëndësishme kombëtarëve të moshave. Me golat e mi. E ke shiu domethënë atë për kam shiu. Ka qenë një moment me Portugalin ku u bënë 2 gola. Ka qenë me gjitha Gjio trajner. Ato i thanë mos gaboj, s'po më vjen emri i Bujar Kasmit, i thanë atëherë shikoj se djalin na pëlqen ta marrim kë Sportingu. Ku të çojmë faksin, ku të bëjmë faksin, ne në federatë s'kishim as faks as gjë. Po çka se të flasim, çka që të bëjmë. Do merrem tash. Ne si federat atëherë as faks nuk kishim. Domethënë me imagjino ça vitesh kanë qenë. Me humbi bluze, nuk vije më kombëtare, një bluze me humte i bluze. Kam dëgjuar anekdota nga lojtarët kombëtarë se kur humte bëj problem, domethënë kishte edhe sherrë më kombëtare, ishte definitive. Po, definitive. Bekim mirë, po si ishin pastaj sinjalet nga Shqipëria, si ndodhi që shikojmë papritur te Partizani. Faktikisht Partizani më kishe pa që kalamoj që u kam qenë me Kavajen. Për arsye sepse në atë kohë ka qenë Pardaio me Partizanin, kanë qenë Skerdi Lajcurri, Kodra, Rica, Kodra, po edhe atëherë ishe për fol emrin, edhe me Tiranën, edhe Çimuça, sepse Çimuça mos i lo Kavajen atë vit, më kërkoi ke Tiranë. Po ishe për fol emri, u dinte, më njiftin. Pastaj me Partizanin der zoti që unë erdha me kombëtarën unë në vjeçare këtu në Shqipëri, edhe Partizani kërkoi neshje miqësore me kombëtarën. Po. Edhe luajtëm neshje miqësore këtu ke klubi Partizani. Në kompleksit e 21 dhjetorit diku. Po. Edhe unë aty kam qenë nga më të mirë në fush, aty u mahnitër ata nga mua dhe filloi i tha Berti aty po ky djali. Është filan Fistegu lund Turqi. Ç'a ndodhi tani? Mos i këton pëlqyn mua më pan këtu e kishin qef me morë që këtu, vjen duhet paguar kartonit e Samsung. Po kartoni po, Berti e mori shumë personale, Berxhani me mua që më kishte pjesë e Partizanit, u dashurua valla, nuk e di ç'a më thon. Po. Desh zoti mall tash që unë shkoj me unën vjeçar në kampionat evropian në Turqi. Aty qelloi Partizani fazë përjetore. Edhe çdo nesh që un kam luajt atje me unën më vjeçar të kampionat evropian në Turqi, aty ka qenë Berxhani dhe stafi i tij që më ndiqti nga afër. Unë bona gol me Izraelin, bona gol me Turqinë dhe kam bërë gol minutë 94 me San Marino.
Pas ka ecë mirë në atë kohë. Edhe aty u vendos domethënë përfundimisht që unë kisha pjesë e Partizanit, po si ta bëjmë, si ta e morim te çunin. Vje Berti me Parda Jung Kavaj, edhe I thot babës im shiko se do t'japim kaq lekë. Bën fjalë për 250 milionë lireta atë në atë kohë. Shumë e konsiderueshme patjetër. Në atë kohë s'u bën fjalë, domethënë ne baba im me thot drejtën donte të ardhmen time, nuk donte lekët. Tha shiko se çuni nuk ta bi dot tash, se çuni më mirë atje, stërvitet në mënyrë profesionale këtej atë. Jo po dhe ne po I bëjmë, po ti po I bën po atje më kanë. Po. Ato I kam. Nuk pranoj, pastaj kaloi viti kur erdha këtu me pushime, Berti prapë erdhi dhe I thot babës im shiko, kam gjetë një mënyrë si ta morim çunin. Unë me thot drejtën edhe isha lodh pak nga ky sistemi turk që rri 5 muaj në ekip parë, pastaj viti trajner tjetër, shiko se ti kishte një veçanë. Pastaj më shifte ai trajneri që ishte ekipit parë, u sa I mirë që ai hajde në ekip parë, sa hypën në ekip parë. Rri aty 3-4 muaj, viti trajner tjetër, hajde ta zbresim ndër poshtë. Edhe më isha lodh me këtë pjesë, zbrit poshtë. Ti ndihesh e gati për të luajtur tani në futbollin e tritur, priset pak. Nuk po them si isha gati se I bin me rrejt veten, po Më pëlqen ky sinqeritet si. Jo, nuk isha gati me të thot drejtën, për arsye se kisha një masë muskulare jo të mirë. Kam pas masë muskulare të vogël. Kam qenë talent, kam qenë, domethënë menosha gjëra që tjerët nuk e mendonin, ose I boja. Po masën muskulare kisha të vogël. Pjesën e gjoksit tu lart e kam pas të vogël. Edhe të gjithë trajnerët thonin, shiko, është shumë lojtar I mirë, shumë talent, po çuni do palestër. Edhe pjesën e konceptimit palesën nëse konceptonim atëherë nuk I kishim as ngen vetë ne si persona. Edhe Bulenti trajneri I ekipit parë të Samsunit Bulet Under, atëherë Zëvenci fati të rim ke ato UEFA të kampionatet me Galatasaray, se atë kishim trajner ne, edhe ai tha babas im që çuni është shumë lart si futbollist, po do palestër. Nuk kisha mundësi për më tepër. Domethënë deri në ekip parë në 18 që okay, isha në rregull. Po të mipshin ai minutë siç ma dhan me kampionat turk për kupë, isha I kënaqur. Ke debutuar atje në kampionatin turk? Po, kam debutuar në kupë, jo në kampionat. Por që unë mund të ecësha më shumë dhe mund të boja një nga lojtarët më të rëndësishëm kampionatit turk, po mund të boja dhe mund të ikisha shumë herë më lart, nëse klubi do më çonte huazim kategorisë 2 ose kategorisë 3. Që unë të kisha një eksperiencë kategorisë 2, kategorisë 3 në kampionatin turk. Duhet të jetë I ashpër kampionati turk. Është I ashpër, por rritesh shumë shpejt. Rritesh mrena vitit mund të bësh, po them nuk di, rritet perimetri musklaturës, gjithse ato kanë shumë kushte. Qofse unë do ikisha kategorisë 2 dhe kategorisë 3, të luaja të paktën një vit ose një vit e gjys në ato lloj nivele, me sot që bëj fjalë mund të isha bëj një nga lojtarët më të rëndësishëm në Turqi. Por turku nuk lejonte që asnjë lojtar I huaj të luante kategori 2 dhe kategori 3. I donte vetëm turq. Problem lokal. Pastaj kisha një problem që nuk kisha turk vatandashin, quhet ajo leje qendrimit, që leje. Jo, lejen e kisha unë lejen qendrimit, po unë do të bëja pasaportën turke, që të luaj kategori 2 apo kategori 3. Shtetësinë. Po. Unë sa musha 4 vjet mund të aplikoja, unë mas 4 vjet përse erdha në Shqipëri, së vazhdova më. Kur u vulos më pas kalimit e Partizanit? Ke Partizani u vulos takimi, kalimi u vendos kur unë nuk doja të bëhemi më poshtë, lart poshtë. Edhe I thash babës im nuk po duroj të më, domethënë, te pjesë. Se vite trajneri ishta në provë. Kaloja provën, vite një tjetër zbria, u bë shumë rënd për mu kjo pjesë, edhe I thash që shiko se unë s'rrim atje. Edhe në atë kohë Berti më kërkonte me patjetër, edhe kështu u vendos kalimi im ke Partizani dhe kanë bën një trik atëherë edhe këto që më bën se kur unë isha pjesë ushtrisë shqiptare. Mundet, dhe deri në vitin kur ka ardhur te Partizani mundet. Edhe I çon klubit një letër atëherë që shikoj se ushtria shqiptare. E ka thirrur shërbimin ushtarak do të kthehet në atë. Po, e kanë thirrur shërbim. Edhe çuni nuk vjen më se ka nevojë ushtria. Bekim ushtar. Edhe nuk shkova më. Firmosa me Partizanin. Lujta ke Partizani 5 muaj me vështirësitë e veta. Ta bëj një pyetje tani? Po. E vuajt edhe pjesën kur Albert Xhani, presidenti I kohës, u shpreh për mediat që kemi gjetur panon e ri?
krahasim shumë i fortë, i rënd. Me të thot drejtën për zotin nuk ka bo keq që më ka qujtë ashtu, se unë me vërtet kam qenë shumë lojtar i mirë. E vetëm problem që unë kam pas ndoshta gjatë jetës ose ke Partizani ka qenë intrigat që janë pas bo atëherë. Po ti shohësh lojtarët sot janë më të sinqertë, janë më të mirë, se mirëqenia është rritur, gjithë kanë makina sot, kanë gjëra. Atëherë nuk u konceptonte që unë të vija nga Turqia, të mirëja lek më shumë se disa të rritur që kanë qenë aty, se s'du t'ja përmend emrin. Për pjesë etike, sepse i kam dhe shok dhe miq sot, kështu që. Ishte xhelozia madhe shumë. Shumë edhe keqmënia ka qenë më e madhe. Kurse sot njerëzit janë më të çiltër, mendoj, më të mirë, më të dashur, edhe po ti shohësh dhe fëmijët sot futbollistët, ke qejf ti shikosh, janë mashallah, din. Edhe muhabetet që i bëjnë me tamam. Kurse atëherë kanë qenë njerëz, mendoj kanë qenë më të keq. Kjo ka ndikuar domethënë që ti edhe përvoja jote te Partizani faktikisht ka qenë e shkurtër. Ka qenë ajo pjesa aty dhe më pas nuk u ktheve më kurrë karrierën e Partizanit. Po normale se këto prisin që unë 18 vjeç bëja 20 gola për 6 muaj, për 7 muaj. Ja erdhi ky, ja ky merr pazem $10,000 në muaj, kush është ky, ku është ky, ç'a bë ky. Unë me Muzakën, se ne kemi qenë më të vegjël në të kohë. Ç'a mund boshim ne? Muzaka 17, unë 18. Ke Partizani. Tash vetëm me vesh fanellën e Partizanit ti ke lojtar sot që kanë 2-3 vjet që lozin akoma nuk kanë dalë në formën e tyre. Është fanella ronda valla. Peshon fanella dhe ende në futboll po peshon më shumë tifozeria. Po, presioni, media. Peshon presioni i presidentit, i tifozave, i njerëzve, i gjykimeve. Edhe kjo ka të bëjë shumë. Ka njerëz që janë shumë futbollistë mirë, ti shohësh ti në stërvitje thu, wow, ç'a boka ky, vjen neshja ai nuk jep asgjë gjë, për arsye sepse nuk ma presionin. Normali që po. Unë më mend atëherë kur kam qenë ke Partizani, ka pas një person të madh, Berxhani atëherë nga shumë futbollistë të rritur. Neptun Bajku atëherë i shkonin në dhomë, i thonin shikoj te djalin do ta fusesh njerëz të lush me këtë do lush me X tjetër. Po ne e meritonim. Po. Unë e meritoja me lujt. Pires edhe neshin e parë që kam luajtur në Partizani, mballësh kam bë gol. Ka qenë neshe kupe kjo kampionat? Ka qenë kampionat. Kampionat. Po, edhe neshe të tjera që kam luajtur, unë kam luajtur shumë mirë, kam merituar. Dhe jo ai sa Loza ke Partizani, ai sa Neta, prap kisha emër të mirë se e dishin të gjithë që unë isha lojtar i mirë. Se më shifshin stërvitje, se bie se herë po si shpreh që ky është lojtar stërvitje. Unë nuk isha lojtar stërvitje. Unë kisha nevojë për besim. Se në moment që ti ngjosh shumë, thashë theme lart e poshtë. Dhe shikoj njerëz që i thonë trajnerit kështu dhe shkojnë i bëjmë presidentit jo këtë ne dhe presionin ndikon ndaj tezë unë fëmijë isha. Po normal te paraqitjet sportive. Po bëjmë pyetje kam nga kjo periudhë. Po dikush që të kanë ndëgjur afër nga Partizani ka qenë qoftë shok skuadra apo pjesë administratës apo nuk e di një trajner që në këtë moment që ti kishe sulme për shembull, dikush që thotë hajde mos u mërziti ka sporti këto duro pak nosha do vi çasti të shpërthesh. Veçon ai personazh për shembull që i vetmi një që ndaja pak a shumë ditët. Okej. Ka qenë përparim dhe jo për arsye sepse rria mi dhomë atë, dhe kisha dhe kavajsin tim. Po dhe përparimit nuk i vesh shumë faj sepse ai ishte me familje, kishe 2 goca, nuk rinte shumë me mua sepse u kthente në shtëpi për ditë, s'kishe mundësi të mësonte të pak të më thonë shiko se kjo kështu, kjo është, kjo do bëj kështu, kujdes. Mësonte në dinamikën e. Edhe kjo pjesë pastaj mos harro që kanë qenë dhe vite të vështira. Kanë qenë vite ku ne bolim stërvitje ke fusha e kuqe aty ke te një editori te fusha e klubit ka qenë fusha më dhe po bravo. Aty ishte dhe u kuq. Domethënë imagjino çfarë mund të bosh aty dhe një herë në javë të ishim që marr stafane, që marr stafa ishte qylim. Unë vija nga Turqia me nivel tjetër, me ritëm tjetër. 2 javë të para isha shumë lart, pastaj vija, shkosha në origjinë si gjithë shokët e mi. Kam nga Turqia. Kam qenë shumë lart edhe në përgatitje fizike, edhe në përplasje, shifja veten tim se ku ishja. Pastaj kalonin kohët në origjinë me ato, me stërvitjen ditë, unë s'boj në herë stërvitjen ditë. Unë në Turqi jam pas stërvit shumë herë më shumë. Edhe kjo presioni ke Partizani ka qenë shumë i madh. Ka qenë shumë i madh për mua. Bile se kjo ka qenë shkaku pse unë ika nga Partizani, se nuk po duroja dot më. Kur ndodhi që u largove dhe vendose që do iki tani edhe do shikoj
mundësi tjera në karrierë? Unë u mërzita për arsye. Ishte një episod i veçantë apo gjitha u akumuluan në lodha? Jo, ka qenë episode të veçanta për arsye sepse këto edhe s'fusin me lujt, po edhe më donin aty. Do hajde kuptoje ti. Edhe unë kur kemi shku në fazë përgatitore në Maqedoni, ka qenë Neptun Bajko trajner, të gjithë fazën përgatitore, unë bashkë me ka qenë një brazilian tjetër, mos gaboj, e harrova, ka pasur me Firin ai çuni. Geraldinho ndoshta që duhet më pas e Fir apo? Duket Geraldinho kemi qenë lojtarët më të mirë të fazës. Edhe me neshët miqësore që bëm atje, jemi evidentuar birës edhe profesori Neptun Bajko thonë që Bekimi dhe Geraldinho janë më lartë se të gjithë. Po ekipi turk Samsunspori më pru një ofertë të re për të rimarrë atje. Për të më rimarrë, po më bën një ofertë triplo e asaj që mirja. Më ofruan për 3 vjet kontratë $250,000. Edhe unë nuk mund ta refuzoja dhe më menatere kam qenë me Raman Allaçi në dhomë. Në Kupsian, do të çajeni Breziu, kjo është më i ri Raman është më i vogël. Po i vit lum, 83 mund të jetë, jam 82. Edhe i thash Raman, shikoj se më ka ardhur oferta re vëlla, unë s'du me net mo, se Partizani vjet, jo po Begi është i vogël, jo po Begi është 18, tash unë nuk të du me duru mo, thash me net, jam i vogël, jam i madh. O ta ndajnë çfarë do bëjnë, ose nuk ka shumë fare mo. Edhe po shikoja që Partizani donte me majt, doje që unë të rija aty, po unë vetën se shifsha të sigurt. Garanci teknike nuk kishe që do luaj. Kisha garanci teknike, me thot drejtën edhe mora taksin, pa i thova asnjërit asnjë gjë. Ikin në Shqipëri, hypi avionit, shkojnë në Turqi, firmos atje. Nga Maqedonia në Shqipëri, në Turqi. Firmos atje. Pastaj neta atje 5 muaj në Turqi. Po si bëre me letrat? Nuk i kishe te Partizani në atë kohë? Po i kisha te pjesën e ushtrisë, pra që të thash. Isha ende me firmën e... Po isha me firmën e turkut, kështu, me që jam në ushtri. Edhe kur ika atje, bona kontratën e re, 5 muaj, pastaj ekipi Samsunsport pat kolaps. Presidenti iku, trajneri iku, pat probleme financiare shumë të mëdha. Aty pastaj u detyrova u ktheva prapë mrapa, prapë më mori Partizani direkt. Shkova ke Partizani, lujtat kupët UEFA, që janë këto të gjitha. Me ku kanë qenë kundërshtarët, cila skuadra? Kam lujt me Makabin e Tanjau, mos gaboj. Mos ka qenë ai rasti kur ishte trajner për Lat Musa për pak për kohë të shkurtër që debutoi Elis Baka, më duket ka qenë ato neshe, ma një Alket Kruja nga Lezhë, çfarë histori kështu do, Alcani këta. Kam po golat neshe këtu në Qemal Stafa, edhe Alket 2-3 foto ende. Edhe Alket Kruja ma ka dhënë atë pasimin, edhe kam një histori të bukur me Partizanin atë kohë se shkum në Varnat Bullgarisë. Edhe aty vëlla nuk kam pa vap më të madh në jetën time. Aty një dhe në Kupë UEFA ku kam luajtur me Teutën me Slavën Belupën. Edhe shkojmë Varna, shkojmë Muzaka, si rrallë herë Gjergji, Gjergji është i kulturuar kështu. Shkojmë bështyn një zi nga ato dhe i thot Nika në bështyn kështu. Ofendim racist. Bravo. Edhe ai Nika ishe kështu çifote, e ke parasysh edhe jehudi, si i thonë. Hebre. Hebre. Edhe mori ai shumë personale nxori të kuqen. Edhe më thot mu Perladi Beke, tash nga sulm që lund, hajde me sfush. Kur më tha Perladi hajde me sfush, unë isha me sfush me Ardit Beqirin. Po Ardit Beqiri shumë lojtar i fortë, kupton, vraponte pa fund, po bari ishte shumë i gjatë edhe ishte shumë vap. Atë neshje kur s'kam vdek nuk di më ç'e më thon, saqë minutë. Atë neshje ti shpëtove. Minutë 94 më ka hodh Allaçi autin. E kam kap topin me dorë, kështu, se nuk funksiononte më truni, s'dija ç'a të boja më. E kapa topin me dorë, Perladi që më përtizet ç'a bombardja si e kap topin me dorë. I dhe shoh profesor më ka rashi qeri, nuk po shikoj dot më. Edhe nga këto neshjet që kalova në Kupë UEFA të gjitha, Partizani bleu atëherë Klod Durën dhe Belukbashin. Po, ka qenë sezoni pasardh, me trajnerin duket Ilir Spahiu, jo, po, iku, domethënë, jo, që ky Perlat Musa, Perlati shkoi ke puna vet si. U kthy sërish trajner portier, dhe erdhi Ilir Spahiu. Po. Aty ti kalove prap diku tjetër. Jo, bon fazë me Ilir Spahiu neve dhe Ilir Spahiu ishte pro. Një moment Partizani ka pas pak a shumë 3 vjeç, ty Belukbashin edhe Durën. 3 vjeç bashkë. Edhe kur erdhën këto dy unë ndjeva i kërcënuar për rolin. Po, për rolin tim sepse doja edhe të luaja.
Të dy më të mëdhenj morë se ty, Bylykbashi 80, ndërsa Durrëti është 77 ose 76, ndoshta. Po me Bylykbashin pak a shumë 2 vjet lumi, po. Kemi 2 vjet, por me Bylykbashin gjithmonë kemi pas me moshat. Rivalitet. Po rivalitet sepse unë gjithmonë luaj me më të mëdhenj se vetja. Po. Edhe kisha Ka njifje si lojtar. Plus që Bylykbashi, disa të familjarët e vet nga Elbasani ka nga Kavaja dhe u njifshe me njëri tjetrin. Edhe kur erdhi Dura dhe Bylykbashi, tash me thot drejtën thash ku do luajm tani. Edhe thash babës tim shiko se ka ardhur Bylykbashi me Durrë. E pyetje, po ti nuk mund të luçe se 4-2-3-1 ke 3 majtas, më pyetje kot tani. Ngjo vllajtat. Në atë kohë flas. Nuk ishte mundësi. Nuk ishte mundësi. Për arsye sepse unë nuk kam qenë lojtar i shpejt shumë, nuk kam qenë i shpejt me topin ose në mendim i shpejt, po jo se me top. Në Jon Veprim ndoshta nga krahu. Kurse Bylykbashi 2 vjet ka po diferencë në të moshë. Në drejt. Se Bylykbashi, domethënë unë isha 20, Bylykbashi 22. Po kush e ka pikurin më shumë? Unë 20 po 22. Domethënë Bylykbashi kishte 2 kampionate sipër meje. Kurse Klod Duro kishte 6 kampionate sipër meje. Po, edhe kampionate jashtë vendit dhe plus që Klod Duro ishte jashtë shtetit, ishte me lojtar kombëtarje, plus që kur erdhi Klod Duro erdhi si lider. Erdhi si lider, Klodi erdhi si lider i ekipit tonë, kupton? Kurse atëherë Ilir Spaju tha që çunin do ta marr, baba im tha, nëse do ta marrësh më jep garanci që do luaj në formacion. Jo tha sta jep garanci në formacionit, edhe unë transferova në Kavaj. Ika në Kavaj atë vit. Edhe loza atë vit në Kavaj, gjithë vitin. Edhe ka qenë një vit i suksesshëm për mua për arsye sepse më rriti shumë nga ana mendore. Unë mësova me lut me Superligën, më përplas me lojtar të fortë, edhe pata një ngritje shumë të lartë fizike. Trajner në Kavaj këtë gjete. Trajner në Kavaj atë vit sezon parë. Ka qenë Faruku, Sedini, me Xhaxhin. Edhe me Xhaxhin kam kaluar shumë mirë, me thot drejtën. Edhe jam shumë i kënaqur që kam pas edhe si trajner. Më pas patet ca përvoja kështu, ti ke luajtur te Ignate përpara se Ignate të ishte trendi. Domethënë më pas me Lushin, që aty ke kampionat mirë, Vllaznia, Teuta, kujtima nga këto përvoja që mund vetë shohësh, unë kam një pyetje, pse lëvizje kaq shpesh? Lojtari mirë, por që lëvizte çdo sezon ishte një skuadër tjetër. Ta them edhe këtë. Jo, unë lëvizja për arsye sepse me thotë deri kam pas shef edhe me fitu lekë. Po të rrijem i vend, domethënë të rrijem Kavaj, unë po të njëjtën rrogë të mirë. Po unë luja me Lushin, e kisha rrogën të epë si shembull kot 3.000 euro. Tash vitin tjetër më thonte tjetër me 4.000. Shkoja aty, më thote tjetër me 5.000, shkoja aty, nuk e kisha problem. Pastaj unë s'kam pas problem adaptimi asnjëherë. Domethënë ku kam shku që kam luajtur futboll, gjithmonë jam adaptuar shumë shpejt. S'kam pas, se kam qenë karakter që hyja direkt në ritëm, nuk e kisha problem edhe peshën e fanellës, edhe këto nuk e kam pas ndonjëherë problem. Nga këto përvoja cilën veçon si më të këndshme sportivisht, ku ke kaluar më mirë, për shembull nga kjo pjesë e karrierës. Pesa Ignate, Lushin, Vllaznia. Jo, do veçoja Lushin, se ka qenë një pjesë e karrierës time aty që mori shumë për marrë. Mori për lart, aty ka marrë për lart karrierën për arsye sepse unë vija nga Kavaja doli nga kategoria atë vit. Baba im thonte çfarë do bosh tani, mua atë vit më kërkonte Elbasani, kërkonte Vllaznia, s'dija çfarë të boja. Pastaj tha baba Vllaznia jemi mund të shkosh me Vllaznin. Çfarë bona shkova me Vllaznin. Shkova në Vllaznia dhe aty kam pas probleme me ambientimin pak me të drejtën për arsye sepse trajneri erdhi mos gaboj Hysen Dedja më thotë që do bëjmë normat. Kur unë kisha 7 neshje që luaj informacion me Vllaznin. Tash përsor, çfarë normat do bëjmë? Unë kam 7 neshje që luaj, jam me minutazh, s'kam nevojë për norma. Jo, do bëjmë normat. E në unë atë ditë nuk i bona normat, me të thotë drejtë, nga inati, më kapi budalliku im që pse ti bëj normat unë. Se faktikisht kisha bëu fazën përgatitore, 7 neshje kisha luajtur, tash i mas 7 vjet persori thotë do bësh normat. Çfarë normat do bëhen? Edhe nuk i bona normat, do jo mërzit me mua me të thotë drejtën. Edhe neshe me Elbasanin s'futi. Nuk më futi, edhe unë mora çantën nga hypa autobusit, nga Shkodra, shkova në shtëpi, nuk shkova më. Aty pasaj në janar, kishin ngele ai muj e gjysë kampionat, me transferoj Lushnja. Trajner ka qenë Bano. Artan Bano.
Ka qenë ai viti ka qenë The Volume duket, që keni fituar Super National Partizanin, nuk e di. Kjo kthimi im ke Lushja kësaj trallë ka qenë hera e dytë. Okej. Herën e parë ka qenë nga Egnatia që shkova ke Lushja, nga Lushja shkova ke Vllaznia, nga Vllaznia u ktheva prapë në Lushje. Po duhet me dal kjo pjesa këtu për arsye sepse kjo ka qenë ajo që Kjo ishte kjo hera e dytë, ha? Kjo hera e dytë që ajo që më katapultoi. Shok skuadra aty që kishe Beke? Aty ças kam pas shok skuadra, aty ku thun ti. Te hera e dytë flas, kjo e mira. Kjo hera e dytë, Kjo e mira për ty domethënë. e mira për mua ka qenë vetëm Çela. Okej. Çela, Gen kapiteni, po. Me Genin kisha kimit papa me fare. Dy teknik normalisht edhe. Nuk di ç'a më thon. E shifja me sy mëdh. Domethënë isha këtu, e shifsha Gentin këtu, Genti më shifte mua atje, nuk e di me thon i lloj kimie që Genti sot e kësaj ditë domethënë merr në telefon, jemi shumë shok, po me Gentin kam pas kimit papa me fare. Dhe kur u ktheva herën e dytë në Lushje, më tha ta mbanë gjë Beke, më tha mua. Lojtar Shqipëria si ty s'ka. Po ti do të jesh i çikës më i qetë djalë, tha, se je shumë ekspresiv, je shumë kështu, je shumë më shumë. Me dashamirësi këtë muhabet, a? Gjithmonë, nëse ka pas trajner që më ka fol gjithmonë për mirë, edhe më ka thënë gjonat e drejta ashtu siç unë kam dash, ka qenë Artan Bano, i vetmi që edhe kur vija për stërvitjen tonë, hajde herë më takoj ke lokali, gjithmonë fliste, shiko këtu do të bësh stërvitje më shumë, më mante mrapa, mësonte kur dalesh para portës, shiko asnjëherë mos e ngre topin, gjithmonë bjeri poshtë trajner, portieri do 3 sekonda me shku poshtë. Kur gjithë iknin, ai më thonë më rri këtu, domethënë ka qenë vetmi klub që unë rria mrapa stërvitjes i orë mrapa, me qef. Edhe pse ikja në shtëpi i orë me vonesë. Se më thonë nona, valla, po ti ke fillu stërvitjen 4, do të vish në 6, po pse vjen 8 më 9. Unë rria i orë tjetër mrapa. Domethënë duke perfeksionuar ato goditje. Perfeksionuar ato gjonat e mia që kisha nevojë edhe Pas ke qenë i lumtur domethënë, kjo të ka ndihmuar të rrites. Herën e dytë ke Lushja, me thot drejtën, çdo neshi që mbaroja për Zotin, me të gjitha ekipet që luajm, me vinin lojtarët, më kapshin që thoshë çfarë lojtari jeti, edhe tuajt. Edhe tuajt ka pas Dinamo atëherë ca kroat, ka marrë neshet të 5 erdhën për më thamë, më kapshin qan, thoshë çfarë lojtari jem, unë i vogël, 21 vjeç kam qenë, 22 vjeç. Edhe më jep të kënaqësi kjo pjesë, kupton? Edhe kur marrova atë vit me Lushjen, tash i prisja të kapsha një ekip të madh. Pretendent. Po normal, sepse ai është objektivi, patjetër. Normal se unë isha dikush në Shqipëri, u fliste shumë emrin, po unë isha po në Lushje, kuptoni? Tash edhe më tha baba ngjo, Beke më tha mu, po s'ka përceve edhe këtë vit tha mu. Më mirë lene këtë mund sporti, baba se po na lodh shumë tha. Me thot drejt. Lene tha se po na lodh jashtë mase. Të lutem tha mu, shifte vit ç'do bësh. Po kapi kit mirë të madh tha mu, vazhdo. Po se kapi lene fare bab tha. Unë isha mërzit, shtëpi ishte verë në atë kohë. Më merr ta mban në telefon, thot Beke ç'po bën? Thash s'po bëj asgjë gjë, thonë jam mërzit, thash s'po vjen as ekip mirë me mor. Sa atëherë s'kishte menaxhim fare, por që të mirë të menaxher, shiko ti rrin shtëpi se ta gjeun ekipin, atëherë do të mirëshin telefon vet. Thot mu që Beke thot gjom, mos rri shtëpi. Hajde ke persori atë jam thamu. Boje stërvitje me ne, deri ditën e fundit merkatos. Po të erdhi na e gjoj mirë, po të erdhi na e gjoj mirë, këtë drejt ta lesh pastaj. Anë më mos më rri pas stërvitje, dha hajde atje. Të lutem të kam vlla, du fort kam. Okej, profe, thashun nesër do vi. Mora makinë, fillova me shku ke Lushja. Po ta mbano ka qef shumë vrapin. Çan to i misha 800, 600. I vrap vlla, po them unë ty, shumë vrap ja 2 javë, edhe mu vrapimet e gjata më bin shumë formë. Vrapimet e gjata. Me kronometër, jo kështu vrapime për qef. E kuptoj. Me këto i misha 800 gjë kur i boja, 2 javë, 3 javë i përballoj, po mbinin shumë shpejt në formë. Edhe tashi kampionati donte 10 javë me vazhdu, unë akoma s'kisha ekipin. Thot ta mbanë shiko Beke, thot nesër do vi te Uta, do bëjmë neshje miqësore. Te Uta vite me Surstarovën nga Pogardeci. Surstarova trajner. Ka qenë ekipin duket me Shkëmbin e me Vrapin e me këta që u bën një ekip i mirë me Daniel Gjafan e tjerë. Po. Ai ekip ishte. E më thot hajde luaj me këto. E të shohim thamu.
Ekipi të Utës vinte nga faza përjetore, ishte i ngarkuar me zor vraponte, donin me ikë në shtëpi ato të gjithë. Po, se vjeti nga faza, prap Luçi dhe se dikim në shtëpi 13. Tash vjeti nga faza 3 java ne. Vish lush me Lushin, pastaj ti ikësh në shtëpi, unë kam luajtur futboll vetë, them ta heqte neshën sot vari leshë ti ikë në shtëpi. Unë isha i uritur me gjatë ekip se s'kisha ekip. Neshë bona 2 gola unë me Teutën. Edhe ikim në shtëpi, dolëm 2-2. Ikim në shtëpi, men kam qenë me nusën në krevat gjumë, ka që ora 2 natës, kam pasi Nokia biznes nga to, që bonte tiririri, trillante poshtë. 2 natës, kush merr 2 natës? Çalli kanë njerëzit. Hap telefonin unë numër 20. Kush po merr? Çka no. Diku numrat me 20 që ishin numra, domethënë që kishin do status. I manin vipat. Hap telefonin unë, hamër djalë tha, mirje. Urdhëtesh. Djalë tha, mirje. Thash kush është? Moni më tha. Urdhëtesh kush është? Po djalë Moni, ku jem tha mua. Thash në shtëpi, shef. Ishte Monde Sambelliu, presidenti i Utës. Po, presidenti i Utës. Ore djalë, do luash futboll ti apo jo më thon. Thashun po më shef do luaz tash. Po më thon hajde më tako këtu ke Florida. Thashun shef por 2 natës ku do vi tani unë. Thash nesër do vi takoj. Thamë po mirë do vish takosh, po do të luazësh futboll apo jo? Po du të luazësh shefi thash. Mirë më thamë hajde nesër, thamë takoj. Shkova nesër, më thamë sa lek do më thamë. Thashun mjep sa dush s'kisha pretendime se edhe ja vazhdonte kampionati, unë pa ekip isha. Ti e kuptove që Teuta po bënte ekip pretendent normal. E kishin ekip shumë mirë. Po Devolli ishte, po Benjer Xhafa ishte, po Vrapi ishte, Shkëmbi ishte. Unë isha, Tetova ishte. Kush ka qenë Mancaku ishte. Fagu ka qenë që ka qenë me i ri, Fagu mos gaboj edhe. Fagu ka qenë. Nuk e di nga mbrojtësit, ka qenë Gend Gjon Dedan mes fush ndoshta. Ka qenë Gendi, po ka qenë ai Lako Korças, po ka qenë Duro, vllai Durës. Albert Duro. Po. Ka qenë Kaplani portier. Ishte ekip shumë i mirë. Edhe ku shkova atje, me thot drejtën e gjeta vendin tim të zënë, si ishte Mancaku 10. Ku do luaja unë? Më thot Mancaku i Turqisë. Po. Edhe më thot Sula, thot në gjo bege, thot harroj formacionin e 5 javë, tha mu, që po servitje fort, tha dhe të shofim pëstaj. Edhe 5 javë, unë vetëm jem servit me trajnerin atletik të Durrësit. Ka qenë ai, si quaj, trajnerin, po, që u bëdhe sekretar klubit. Po, ai është, po s'po më vje emri të mirë. Do na kujtoj Ergi pastaj, po të vazhdojmë bisedën. Dhe u mora me atë 5 javë dhe mas 5 javësh për fatin tim të mirë Mancaku boni llafe me Surstarovën. Për fatin tim të mirë. Edhe më thot Sula kur u zit me Mancaku në servitje, thot ngjo bege, thot nuk tash jo momenti jot. Edhe nga aty pastaj dolim në kampion në Shqipëri me Teutën, që mund dinim dhe kampion, por në atë sezon fitoi Tirana mos gaboj. Ishte Tirana me Mellin, me Dev Mukon, me Pishën, me Abrahamin, me Bulkun, me Ancia Gollin, super Tiranë. Po edhe ne ishim shumë ekipi fort, edhe pun pikësh, 3 pikë më duket e mori Tirana atëherë kampionatin, dhe ne dolëm finalet kupës atë vit, edhe kemi mundë neshje shkuar Tiranën, edhe në shtëpi, po edhe atje ke ne, mundëm Partizanin. Që eliminuat nga kupa, po. Po, kanë qenë neshje të forta, sepse ti në kampionat, kjo çanolte atë vit. Ti luaj me Elbasanin, ti luaj me Vlorën, ti luaj me Shkodrën, ti luaj me Fierin, ti luaj me Kavajën, kanë qenë gjithë ekipet elitare dhe në moment që ti luaj me Elbasanin, në mesjavë vite Partizani për kupë. Marroj me Partizanin, shkoj me Shkodrën, marroj me Shkodrën, prisje pa Partizanin për kupë. Gjitha skuadrat mira. Ishin ekipet mira shumë, po ka qenë dhe ato vite kur lojtarët ato nuk dinin dot jashtë. Të gjithë ekipet ishin këtu, ishin të plotësuar, ishin ekipet forta shumë. Edhe ka qenë një vit shumë i suksesshëm për mua, atë vit marrova me Teutën, pastaj ika ke Dinamo. Tani do të shkojmë pak te Dinamo sepse aty edhe fillove të marrësh ato medaljet e para, trofet.
Aty si ndodhi kalimi te Dinamo koha? Gjetë trajner mos gaboj, ka qenë Agim Canaj fillimisht, më pas se mbyllet sezonin me Ilir Dajan, dhe do flasim dhe për mbylljen e sezonit. Shiko, kur kam qenë aty këtë uta, me të thot drejtën, der ke lushja kam qenë egoisti madh. Egoisti pa parë. Luaj më shumë për vetën. Marante neshja 5-1, ikja në shtëpi, pyeste baba sa dole, se s'ka pas televizion atëherë. U rrafën 5-1 po në bona golin. Domethënë gjithmonë e shifsha ke vetë, po ato u rrafën po isha më i miri. Aty këtë uta me Danielin që ishte si lider, se Danieli ishte lider aty. Kam qenë shërbyesi i atij gjithë kampionatin. Edhe Danieli shumicën e golve atë vit e ka bë vetëm për me. Me pasimet e tua. Normale. Edhe ja disha lojën për menç. Domethënë isha me shtëpi nga Danieli, vetëm prerën që bonte Danieli ja llogarisha me mend se sa metra do boj ai dhe sa shpejt do jetë kjo ajo pjesa atje. Nuk e di, kisha i telepati me atë djalin edhe Danieli atë vit u shkri me mua. Sa që Danieli iku ke Tirana, unë shkova ke Dinamo. Bekim, një pyetje se tashim bërë kurioztar te kjo pjesa. Sulmuesi që duhet të jetë më mirënjohës ty në karrierë, cili ka qenë? Në Danieli dhe Peç. Edhe Peç. E pa. Edhe Peç. Këto dy. Sepse me Danielin jem shkri këtë uta, kurse me Peçin jem shkri këtë Dinamo. Domethënë që e kam furnizuar non stop me topa. Kalimi te Dinamo pas si ndodhi që u largove nga Teuta? Teuta vendosi mos të investonte më për titull dhe lat lirë disa nga lojtarët kryesorë apo cila ishte historia? Kjo që thotë ishte që nuk donte më investu më, por ke mu donte më investu. Donte të mbante president. Ke mu donte kurse ke Xhafa, ke këto të tjerë nuk donte, ke Devolli. Mos gaboj shkëmbi ndoshta iku te Partizani mas atij edicioni, mos gaboj. Nuk donte më investu më presidenti për arsye sepse ishin shumë rroga të larta. Okay. Edhe ai ekipin me qa kam pound qëto vite i herë 5-6 vjetë e bën për kampion, nuk që e bën çdo vit. Edhe kur ikën këto lojtar, edhe unë doja t'ikja, po presidenti nuk donte. Që unë t'ikja për arsye sepse isha çun i ri, plus që në atë vit kur ishim në Kupë UEFA, unë atë neshjet e Kupës UEFA kam qenë një nga lojtarët më të mirë dhe ai me Slaven Belu, po në neshje këtu në Durrës bona 2 gole, dolëm 2-2. Edhe aty pastaj tha që Begën do ta marrë tjerë atletikës, më interesoj. Edhe më bëni ofertë të majme me thot drejtën, nuk është që më dha pak. Por unë nuk u ndjesha mirë pa Danielin, pa Devollin, pa Vrapin, pa Shkëmbin, pa këto çunët që kishin, sepse sa do në lojtar i mirë tishe, po si nuk luhet vetëm futboll, po si me shok të mirë nuk të del loja më, kupton. Edhe nuk doja të vuja, kupton, doja edhe tikja pak lart, doja me një fitoja pak tani në gjë. Po doja të fitoja sepse më mungonte titulli, gjithë këto vite që u fliste për mua dhe unë s'kisha arrit asnjë gjë. Plus që edhe për vetë faktin që unë me vërtet kam qenë 10 gjithkohon, po asnjëherë s'kam lus ke venim. Domthon 10 aty ku loz una rasti 2 herë më ka dhënë jetë. Një herë ke Shkumbini, një herë ke Besa Kavajës. Ka të Shkumbini ke jetuar sezonin më shumë gola, më që bën 9 gola. Po, që flas në kampionat. Po. Ai ka qenë. Po do të thonë statistikat që kam parë, po ndoshta gabuan. Jo, po aty kam luajtur si natyrën time se edhe 10 fiks. Ke pjesa të tjera kam los Majtas, Djathas, Teç, 6, po 10 shumë rrallë. Për arsye sepse këtu lushin 4-4-2 ka qenë më shumë skema më e përdorur. Çfarë oferte bëri Dinamo, Bekim? Si ndodhi që sepse ka pas super ekip në atë sezon, edhe me këta lojtarët kroatë që ti përmende më herët që i kisha edhe si kundërshtar në rastin e lushnjës, si më the. Faktikisht Dinamo më bëni ofertë shumë të mirë për atë kohë flas. Po ta morëm leku ka pas. Nuk të pyeta shifër, po do çato ofrojë edhe si garanci teknike edhe si. Nuk ka lidhje shifër, po them që isha nga më të paguajtmit ke Dinamo. Unë se Bino Plaku, Peçi, kam qenë nga më të paguajtmit. Puna është që Dinamo erdhi ke mu sepse Dinamo nuk ishte i 10, edhe ju donte një 10. Por trajneri që ishte në atë kohë, ky persori Agim Canaj në sezonin, po. Kur erdha unë ke Dinamo, nuk më priti mirë, me të thot drejtën. Por arsye sepse më tha mua shiko se
ti me vërtet ke ardhur, po unë luaj 4-4-2. Dhe dyshja ime sulmit është Plaku Peçi. Po. Kështu që s'kam vend për ty, më thamë. Thashë po mirë, mos ke vend për mua, s'm ke marrë ti mua këtu, më ka marrë presidenti. Presidenti do vendosi se ku do lozë unë dhe si do lozë unë. Pastaj ti shif gjëra të tjera, pastaj nëse ty në punë mirë, nëse s'ty, pastaj e zgjidhim se kishe ka. Edhe këto masi firmosën mas 2 ditësh bën një neshë emision me Partizanin, ke klubi Dinamo. Edhe i thot presidenti, shiko, provoje bekën njërë nga e majta, sepse ke dur si bekë 4-3-3 ka los. Edhe unë e kisha përmarrë nga e majta se hyja nga qendra. Po, mund pasohet të gjuhe. Po e me kam pas marrë me hy nga qendra, se nga që më të ishte gjithmonë loja aty në qendër 10, edhe unë gjithmonë hyja në qendër vetë, natyrshëm. E ne u shfaqja aty, nuk krija në krah. Shumë pak kam pasur të krah, gjithmonë krijoja lojë këtej nga linjët e qendrës. E maj me begim, Po, edhe më i thot presidenti provoje bekën nga e majta, se ke 4-3-3 bekë kalos në Durrës, kalos këtu, kalos aty. Ja shpjegoje. Edhe ke 4-4-2 që lunte Agim Cane, në fundi nga e majta, ndesh zoti mot që në kratë majtë unë kisha një nga lojtarët, po them më të mirë të kratë majtë në Shqipëri që ka qenë Abrahami. Po. Edhe Abrahami s'kishe nevojë t'ju ktheshe mrapa fare, se Abrahami ta bënte fashën vetë. Vip, e shifsha ose si vraponte i, edhe s'kisha nevojë t'u ktheja më mrapa. Thosh Abraham, po rria vetëm atje lart. Plus fati im i mirë që kam pas dyshën Allmuça Poçi. Super me sushorët. Për menimin tim 2 nga mësueshorët më të mirë në Shqipëri, bashkë me Devollin që kam luajtur, edhe Devolli ka qenë lojtar i mirë shumë. Po Devolli pak më ndryshe nga ata, si ishte më i fizikshëm, më i ashpër. Devolli më i fizikshëm, po Devolli ka pas zemrën e madhe shumë në fushë. Nuk kam parë lojtar me fushor si këto 3. Poçi, Allmuça, Devolli. Këto 3 kanë qenë absolut, sidomos ke VH2-shi herë që ke vrapi herë ishtin. Edhe kur pash Abrahami se si vrapon, si boja, thash bege, te vit dhe bërë qef. Edhe koha për në titull po, edhe qef bon atë vit, me të thot drejtën. Hapun krah, rri aty, merr topin, futu nga qendra, fut Peçin pun, edhe Peçi atë vit ishte super form, edhe kështu. Pëkim, nga mesi sezonit ju mundi Partizani, me rezultat 1-0, ka qenë goli Muzakës, mos gaboj. Edhe aty ka bëj një neshë shumë të mirë Devolli që luante me Partizani dhe u ndruan trajnerët. Iku Cana e erdhi Ilir Daja. Tani Ilir Daja e njohim si një nga trajnerët më të mirë që ka parë Shqipëria apo edhe shqiptaria, domethënë se ka provuar veten në Kosovë. Si ishte ta njihje në atë moshë të re, trajnerin Daja, si ka pas marrëdhëniet me ty, edhe sa e shijove atë pjesë në mbetur të sezonit me trajnerin e ri, apo ke pasur probleme me Daja, nëse mund të pyes. Mirë bone që e po paraprit, domethënë. Ngjando, mirë bone që e preke pjesën e Ilir Dajës, sepse edhe Ilir Daja ka luajtur një pjesë rëndësishme në karrierën time për shumë arsye. Edhe mirë është mi tregu për arsye sepse duhet që ta dinë edhe njerëzit se sa rëndësi ka trajneri për futbollistin. Sepse këtu në Shqipëri e shikoj dhe vetë se jam trajner sot, po edhe kur kam qenë, nuk e vlerësojnë trajnerët. Nuk i vlerësojnë sepse këtu nuk kanë kulturë pune. Këtu duan gjithë komandojnë. Duan gjithë bëhen si të parë. Po kur duan gjithë komandojnë dhe duan gjithë bëjnë si të parë, ta bëjnë vetë atë licencën, edhe të bëhen vetë trajnera. Mos sponsojnë trajner. Fare, mos sponsojnë fare. Edhe më vjen keq për Zotin që pa them këtë gjë, por shqiptarët duhet të mësojnë që puna ka profesionista. Edhe profesionistët kanë një jetë që bëjnë shkollë, kanë futboll që kanë luajtur mbi shtëpinë, edhe nuk del ai kot, sikur se u bëna un trajner. Si të bësh trajner? Trajner bësh ty pasi karrierë gjatë, duke kaluar trajner të mirë që ti mëson i pjesë ke ky, i pjesë ke ai, i pjesë ke ky, i pjesë ke ky, i pjesë ke ai, lidhen të gjitha gjanat bashkë, e ta bi Zoti marr ty dhe bësh ti trajner. Domthonë nuk del tjetri nga hiçi. Edhe ta kapa këtë gjë për arsye sepse e bën e mirë që nxorë Ilir Dajën për arsye sepse unë kur ka ardhur Ilir Daja ke Dinamo, aty unë kam kuptuar çfarë është futbolli. Sepse nga mosha e deri ke kombëtarët, e deri në Turqi, e deri ku isha unë kam qenë në errësirë totale. Të thosh ti ku ke qenë errësirë ti çapo thon.
Ja po ta them unë. Unë lodhsha nga majta. Danieli ishte këtu pyk. Qendër. Nga e djatha ishte Mancak. Tash i presingu që u bante ke Danieli, shkoja edhe unë atje me Danielin bashk, Danieli vite këte, unë shkoja ne, Mancaku vite këte, i lloj gjërudie. Rëmuj përpara, po. Rëmuj, po. Po nuk dishim qa boshim vëlla. Kush do presoj pari dhe kush do kthehet mrapa nuk u mirë të vesh fare. Kurse kur erdhi Ilir Daja, me thot drejtën e Zotit, i ndau zonat e fushës. I kishte zonat që atëherë, se i kemi dëgjuar tani së fundi, po. Po kush i ditë zonat e fushës e burr. Ai më thotë më bege nga këtu do vish. Mos më shko më ne, unë isha mësu ikja nga e majtës djathës, nga djatha majtës. Ndrosha zonat. Sipas topit. Vrapoja për Danielin, vrapoja për Mancaku vraponte për mua, Danieli vraponte. Do Danieli s'dite gjë fare. Edhe Danieli vite tek e zona im vraponte u bege ta bono persim këtu më thonë, mirë boje thoja. Në rregull, bravo. Se s'dite gjë i shkreti. Kurse me persoj Lirin, me thot drejtën kur kena hyrë në klasë, kena fillu me mësu zonat, zona nëmër 1, zona nëmër 2, zona nëmër 3, kush e bo presingun i pari, në zonë të mesme, zonë të ullët, si da bëjmë presingun. Fillu të shkollën, do paka shumë. Fillu në shkollën, s'dishim as i gjo fare, as i gjo fare s'dinim. Ana forte markimit, u luta utja ne. Ne prit ta bëj pyetje tani. Se lojtarët teknikë kanë pak bezdi këto. Domethënë historia e futbollit e ka treguar kështu. Ti si e prite? Ose lojtar tjerë teknik që kishte Dinamo këtë pjesë, e pritet domethënë me dashamirësi, okay, po mësojmë apo ishit lutem lozim me top atë. Në qoftë vllajtat. Nëse ka pas një gjë që më vende mua vështirësi si futbollist, ka qenë kur më flisje për gjëra teknike. Teknike, taktike. Domethënë topi është ne do vim këtu, beke kur të vi topi këtu ti do vish mrapa. Do mbrosh. Mu po të njëpte detyre në lojë, unë dilsha nga loja fare. Se unë doja lirin fush, doja t'ishe i lirë. Tash unë ka katuni ka vaje se vija, kupton? S'kisha lind mes Tiranës. Sepse edhe këto gjëra se nga vjen ti është pak ka racizëm në vetvete. Racizëm lokal. Unë faktikisht e kam ndjerë, me të thot drejtën. E kam djerë sepse për gjonë më të vogël më veshtin gjonën kuris që nuk doshin, që unë mi venin, këtëna. Edhe pjesa e taktike se unë e kam vujt. Nuk doshin që unë të lozja vjeç, nuk donin. Doshin që të lozja dikush tjetër. Edhe kjo gjonë, dhe më thonë, më ka shty që unë të mësoja me rolet tjera. Qkoja majtës, qkoja djathës. Edhe ke pjesa taktikës kam vujt me thot drejtën. Taktikisht kam qenë gjithmonë skandal. Them drejtën e Zotit. Por me Lirin fillum dashje pa dashje me mësu, sepse ai ishte strikt ke gjonat e veta. E në faktikisht kishte drejt. Fillum të nda fushat, çdo një filloi të bë punën e vet. Ekipi Dinamos atë vit e nisi me 4-4-2 me personin që ishte, dhe Liri ja kuptoi që me 4-4-2 Dinamo këtë vit del kampion, se po të ndronte skem mund të ekuilibrohej. Problem do ishte. Do ishte problem për arsye sepse unë e kisha mësuar përmend lojën Abraham. Djathas kë kishte Vincentici, kush luante Djathas? Ka qenë Vincentici me Budrosic, do të dy ishin Djathas. Unë me Poçin edhe me Allmuçin e dija lojën përmend çfarë. Shumë teknik nga Mesfusha. Mesfusha ka qenë absolute fare. Dinamo të vinte në blok tulët poshtë, të priste 20 minuta. Kur e shifshe vend që ke marru pjesa parë, kisha humbur 3 gola. Se dite shumë shpejt në sulm. Edhe kanë qenë kampionat shumë i fortë, shumë i bukur. Edhe Liri me të thot drejtën ka luajtur një rol shumë të rëndësishëm ke formimi im si lojtar në atë vit, po edhe si trajner sot që jam pak a shumë modeli i lojës apo i filozofisë atit jam. Domethënë nga i ke marrë më shumë të pjesa. Çfarë kujton nga data 17 maj 2008, finale me Partizanin. Finale, java e fundit e kampionatit, se u para ishit me pikë kundër Partizanit. Kishe edhe diçka kështu personale për shembull kundër Partizanit apo kishe dashamirësi nga koha kur kishe luajtur? Dua ti mund të kushт për mënyrën se si nuk mund ta hapësirën atë kohë. Do të tregoj ndollim me Lirin, se më the ai zgjidh një herë me Lirin apo jo.
Milirin e kam pas shumë mik, më thotë në ndajen, por ka pas edhe përplasje. Tregoj një përplasje të bukur, domethënë që është për të treguar për arsye sepse edhe unë vetë tregoj shokëve të mi. Liri u mërzit me mu se unë gjuja kornët, faulla të gjitha dhe penaltit. Edhe u mërzit i ditë më thanë, shikon, thotë ti s'do i gjush më penaltit. Si e ka Liri, ja pa jo vetja. Thash po jo vëlla, thash ndoj gjujë, se unë i kam gjujë gjithmonë. Jo, po s'ke për t'i gjujë, thamu. Nga sot e tutje, thamu, s'ke për ta prek më penaltin. Në rregull. Okej. Desh zoti mau. Lujtëm neshjen në Tiranë, stërmas, ishim Teuta kundra Dinamos. Teuta është ekip që të vjen gjumë, edhe Dinamo ashtu e ka lojën vetë. 0-0, ka qenë Renit Lulaj Albiter mos gaboj. Edhe i gjun topin Poçi, e pret Ort Kotja tuke dora. Penalti. Minuta 98-99 mos gaboj. Tash i Partizani fitote. E na kalonte ne i pik para. Ne ishim 2 pikë me Partizanin. Po ta fitonim në ndeshjen, ne rishim me pikë normale, ashtu siç ishim. Ruani distancën 2 pikë. Edhe tash po dilshim barazim, na kalonte mos gaboj Partizani 2 pikë sipër. Edhe kjo ishte pa pranueshme për klubin sepse ne ishim nga fillimi i sezonit deri aty ishte vend parë gjithmonë. Edhe ishte nuk ishte mirë për grupin, për frymën, për moralin, patjetër. Edhe tash unë isha zgjidhur me Lirin punë penaltis. Penaltia ishte minutë 98. Ku që mori për sipër? E thot Liri ta gjoj Poçi, se Poçi ishte më i qetë. Kupton? Po Poçi para 2 vjetësh pa të humi penalti kundër Lushnjës, edhe unë kam qenë me Lushnjën atë kohë dhe pa ta bëu gol minutë 94. Dinamos dhe u shkarku trajneri Dëmollari. Po rëmuj domethënë. Po rëmuj më dhe Poçi kishte shumë frikë tani se minuta 98. Presionin madh. Po. Edhe kishte frikë Poçi sepse nuk donte tikte nga Dinamo. Me thot drejt se shpinë kishte aty afër, plus ishte lideri i Dinamos, edhe e kishte vujtë herë lagështirën dikur Poçi dhe kishte frikë dhe i thot Lirë që nuk e marr për sipër. Nuk e marr për sipër profesor. E mirë tha do ta gjoj Bodrosiçi, se edhe Bodrosiçi ishte lojtar i qetshëm. Edhe Bodrosiçi tha nema, tha jo, tha se gjuaj asun. Edhe i thot Po ti ç'a bëje këtu? Jo, më rria kështu, thosha kush da gjuje, ke parasysh se vetë po merr lutën. Nuk po rria me mendje mallësi, shikoj se do vite ke mu Liri, kupton se e disha që Liri kur s'vite ke mu. A ka sedër mos shkoj te lotari nëse ka marrë një vendim? Kur? Okej. Edhe i thot i ndieri Ylli Mihali, masazhatori i famshëm, fizioterapisti. Zoti mëshiroft, se ka qenë robi mirë shumë. E thot o profi, thot. Ti them unë Begës, ta gjuj Begë, mos dikti, thot, mos dikti aty s'ka gjë, si i them unë. I thot Ylli Mihali. I them unë Begës, ta ti mos dil, tha. I tha Liri, thuj, tha, vari lesh, tha, s'po kthehem këte jo. Iku Liri te dhe më thot, mu ju dho Begë, ik gjuje ti, më thot mu. Thashun, kush tha? Pa i ka pra gjuje, më tha mu, mos e zjat, tha mu tani. E shkova unë aty ke topi. Ka qenë Vashaku për tjeri Teutës. Qatë bosha, tash e minuta 98, Allah. Tash Begë na loj topit para herë, tash edhe. E menova çfarë po bëj. Jo, të shkoj herë Vashaku, se Vashaku atëherë nuk i studioshin neshjet. Është ndryshe si sot se shkon me event ti e studion çfarë bë Begë, ku na lën ku bën. Unë i gjuja penaltit me ndalume. Shkova para më na lova. U hap Vashaku nga djatha, pim aty unë, bona gol, turën gjinga Albitit, pse na loj Begë, u bë gol, tha o bodallah, se unë ai faktikisht na dha i shtys ke pjesa penaltisë, po donte nuk e jepti se për yli këtu ishte, po e dha. Edhe kjo ka qenë një ndodhim me profesor Lirin, ke pjesa e kësaj që bona penaltinë dhe tha nga sot ta gjujti tha. Mirë prapë si u bë prapë shok. Po. Në 17 maj tani se edhe aty ka një episod penaltie, ka edhe një titull që festohet edhe kundër Partizanit. Si e kujton atë ndeshje? Ke pas presion apo ke qenë i qetë nga? Për zotin atë notë s'kam flenë gjumë. As unë as Allmuça. Kanë qenë bashkë zakonisht për grumbullim. Nuk kam pasur ndonë me Allmuçën. As unë as Allmuça s'kemi fletë gjithë natën nga emocionet. Partizanit. Po, edhe klubi na mblodhi 3 ditë para neshjes. Na çoi grumbullimet e gjata po. Na çoi ky ylli detit në Golem. Aty në Kavaj, ke shkopi Kavajës. Kemi ne 3 ditë ky ylli detit, edhe po thot vllai atyve nuk kishte ditë
që nuk vinin ke mu më thonin bege se mos marrësh të kuqe ama. Po dhe e përditshme po të them kush të takonte, vllai, shiko, kujdese, mos marrësh të kuqe. Po për drejt. Mu më thoshin shumë vete mos marrësh të kuqe, më mirë të kuqe. Po edhe atë neshje me Partizani me thot drejtën ka qenë neshje emocionuese, shumë e bukur, ka pas një rivalitet gjatë gjithë vitit Partizani me ne, se edhe Partizani kishte super ekip, premisat ishin të mëdha dhe Berti donte ta mirte i kampionat se kishte gjithë ato vite që investonte. Dinamo ishte në kulmin e vet, ishte lart vet po. Edhe grupin e kishte shumë të mirë. Kishin investuar të dy presidentët shumë. Edhe ajo që ndodhi ndeshje, pastaj që u bë një ndeshje dramatike, doli Pollozhani me të kuqe, pastaj mas Pollozhanit skalun 4-5 minuta. Kush doli tjetër me të kuqe? Dola edhe unë me të kuqe, sepse ka qenë një moment ku Bakaj godet poçin nga e djatha, edhe unë tash që e prisha Bakajn me inat që në vitin drejt qendrës. Do t'i ma puni zoti aty mu Bakajn, ty arë drejt qendrës, edhe unë ja kërcita shkelm sade. Po jo, shkelm shumë. Edhe ka qenë arbitër Tagliavento, një nga arbitët më të mirë italian, nxori me të kuqe, kur dola jashtë tash, thash, i vu titulli. Edhe me Nova që thash qofse nuk e fitojmë titullin, mendoj që edhe unë do ikisha nga Dinamo. Edhe për mu dhe ishte shumë e idhur, domethënë. Por çunat, siç e thash, ai 4-4-2-shi, edhe Ilir Daja mësoi përmend atë pjesë edhe e dinte shumë mirë se kush ishin lojtarët që mund ta marrin lojën deri në fund tash 1-0. Bonin ndërhyrje, futi Ishkën, futi Diopin, e lidhi me sfushën mirë, la vetëm përpara Peçin. E pastaj e futi Ferrë nga e majta. Edhe ka ishte çeçi suksesi që Peçi kur hynte me hap përpara të merrte zvarr ai çuni, nuk e di, ai për mendimin tim ka qenë një nga lojtarët modelin në kampionatin shqiptar, pa edhe si djalë, po edhe si karakter, si sportist. Edhe Peçi ka qenë i fortë shumë dhe kur e mori topin në Ansori që iku, kisha besim që do të çonte deri në fund. Po unë mendova që do shkonte në fund me mbrojt topin, jo me fund zonë për Ferrën. Kur pastaj dha ke Ferrë dhe Ferra boni golin. Pastaj thash bege shpëtove kësaj trallë nuk të hoqën nga Dinamo. Delir po me Partizanin, kishte çik personale apo jo? Kishte luajtur shumë skuadra. Me thot drejtën me Partizanin vitin e parë kur kam nga Partizani, ndjesha një lloj emocioni, kështu pastaj s'kisha më emocione. Një skuadër si gjithë të tjerë. Po bravo, miku emocioni. Kundërshtarët më të vështirë që ke pasur përballë në karrierë. Tirana. Nga lojtarët. Tirana ka qenë ekipi më i vështirë dhe edhe aty s'ke luajtur kurrë, interesant Beki, ke luajtur kudo pak a shumë. Tirana herën e fundit kur isha në Ballsh që isha afër mbylljes karrierës, më kërkoi Gugash Magani me mor. Gugashi i grusave në Peqin fillim të karrierës. Si kundërshtar lojtar. Ai që tref ai don më shumë. Edhe Gashi donte me mor këtë Tirana, po nuk më lën Beso Kaplani për arsye sepse unë isha lideri i ekipit Ballshit. Edhe ai nuk donte që unë të ikja sepse u prishje gjithë grupi, unë kam qenë si ta thash më parë tip lideri, kërkoj gjithmonë bëje leadershipin, gjithmonë isha ai që tërhiqesha grupin, gjithmonë i maja shokët në përdhoma, gjithmonë me shokët i mirësha në për kafe, diskutoshim për neshjen. Edhe shokët kishin kriju një lloj besimi ke mua që nëse Beki është mirë sot ne e morim ndeshjen. Edhe ishte një lloj besimi që unë e krijoja ke grupi dhe unë nuk jetoja dot pa këtë gjë. Nuk vetëm si person nuk e jetoja dot. Edhe kjo më ka shtyr shumë përpara që unë të servisha gjithmonë më shumë se tjerët, të maja regjim më shumë se tjerët. Okej, mund të isha më lart, po kështu ka dash i molli Zot që unë talenti është i lindur pastaj. Po kështu ka dash Zoti i madh që unë të jem diku, ndoshta edhe ajo fama tepër, ndoshta ai leku tepër që mund të mirësha, mund të mbante dom si person. Kështu që jam i kënaq me çka arritur. Çka më arritur, mund të bëja më shumë, po. Do dalim patjetër të pjesë. Do dalim, po kundërshtarët më të vështirë, lojtarët, mund të përmendesh disa për shembull që i shikoj dhe thonë me këta kam çik problem. Më i vështirë dhe më i egri nga pjesa e saj ka qenë Dabulla. Rezar Dabulla më thënë. Rezari ka qenë shumë i fortë. Edhe është i vetmi
kampionat shqiptar që unë sot e kësaj dite nuk kam asnjë lloj marrëdhënie me atë, as nuk flas fare. Me të gjithë kam komunikim, me të gjithë flas, me të gjithë ngjohem në telefon se brezi jona, kupton? Me Rezardin s'kam asnjë lloj komunikim se gjithmonë jam shajt. Okej, ka qenë domethënë përballje të tilla, shkonin deri gjithmonë jam shajt, o ka dalë me të kuqe, o kam dalë me të kuqe. Gjithmonë. Interesant. Edhe Rezardi ka qenë me të vërtet shumë i fortë, sidomos herë në lojën 1-1 herë, nuk të falte fare, bilës maj me një herë. Kemi qenë stërmas, ka qenë koha ku nuk binte shi preja 6 javës, ishte fusha me bar ishte, po ishte shumë e fortë. Shif Rezardi me taka hekri. Qa po ky me taka hekri, vëlla, thash ekipa si një gjip gome. Domethënë që Rezardi ka qenë shumë i ashpër, sidomos ta parë herë të myste fare. Kurse për bukuri, për letar kështu të bukur, të moderuar, siç janë to sot pozicionalet, ka qenë Arjan Pisha dhe Nevil Dede. Shokët më cilësor që i ke pas në të njëjtën skuadër. Ose lojtarët më cilësor me cilët ti ke ndarë të njëjtën skuadër si futbollist. Si futbollist. Si futbollist. Për zotin se mi përmendë pak e çik domethënë mes fushën e Dinamos plus Devollin ose Sulmusit. Por që kam qenë unë i kënaqë, shifsha unë nga mrapa që shifsha kështu nga mrapa që unë isha përpara, thosha sa vrap po, ky valla me menën time po. Ose sa i mirë është, mos si më gjeti me ku ma vlla topin apo si e boni, kupton? Unë do të veçoja Allmuçën, Poçin, Devollin edhe Bakaj. Elisin do ta veçoja për arsye sepse ai djali ka pas karakter të veçantë. Domethënë ai lojnët më të vogla, qonët më të vogla që krijonin neva i donte t'i fitonte të gjitha. Edhe kur bonin gjujtje mrapa stërvitjes, e bonin një kush bonte gola kështu, po ta rrifshi qate. Deri në atë pikë arrinte? Qante. Ikte në dhomë duke qajt. Ka qenë një djalë që çdo gjë që ka arritë ka meritu, se ka punu shumë. Shkonte në mëngjes palestër, kur ne pishim kafe aty ke Franco, si aty ke Lulishtia e komunës Parisit. Qofse unë e boja i stërvitja i bonde 6 më tepër se mu, sepse unë gjithmonë ja bazoja sa shiko se unë jam talent dhe s'kam nevojë shumë për stërvitje. Kurse ai djali u stërviste shumë edhe nuk të falte para portës. Një rast ju hipte, një rast e bonde. Beke, të Shkumbini e tham dhe pak më herët, ke jetuar sezonin më të mirë nga pikpamja e golave të shënuar me 9 till, po ti ke qenë 10, domethënë nuk pritej që Bekin Kulit shënonte 20 gola. Sipas gjykimit tënd, kur e ke jetuar kulmin e formës sportive? Në cilin sezon, në cilën skuadër? Thot drejtën e Zotit, po ti marrë kështu me atë që ka kaluar dhe kështu unë gjitha sezonet i kam botë mira. Të gjitha. S'kam lo shenjë vetëm ke Partizani, për arsye se isha i vogël, normalisht. Përvoja parë në Shqipëri. S'kisha çfarë boja. Kurse ke gjitha ekipet tjera kam lo shenjë. Aq sa kam lo shenjë. Vetëm Partizani dhe ke Skënderbeu. Kanë qenë pengu im. Te Skënderbeu mos gabë e ke marrë një titull, po ke luajtur pak ndeshje, ha? Po kam luajtur pak sepse Skënderbeu ta them lunte peçi me plakun dhe bëra unë një gabim sepse asnjëherë nuk duhet të ikësh atje kur ekipi është gati. Aty ekipi ishte, unë shkova aty plotësues, nuk shkova si lider. Trajner ke pasur atë sezon, Bekim? Levi ka qenë? Mireli Osën. Okay. Levi ishte, po Levi iku, pastaj erdhi Mireli. Po ishte gabim, ishte lëvizje gabume imja, se unë atë vit më kërkoj Vlora, edhe ishte më mirë për mu t'i jam Vlorë. Do ishe për protagonist. Po, bravo. Kurse ke Korça unë shkova sepse mendova që Korça do lunte me 10. Sepse shkëmbi ishte mrapa, Lila ishte, ky Orelesi ishte. Super më edhe ke 4-3-1-2-shi, ekipi mund të shkonte. Mund të krijoja hapësira për ty. Po normale, ke 4-3-1-2-shi. Shkëmbi ishte Lila i majtas, Orelesi djathtas, unë 10 shtunë maj, dyshe plaku Peçi kishte vend për mua. Nuk o që s'kishte vend. Puna është që
Thashë themët që u bonë aty në Korçë kundra meje nga lojtarë të caktuar, ato që kishin leadershipin në atë kohë, sepse unë nuk e kisha leadershipin aty, nuk kisha unë ai që ti u afrove i fundit pak a shumë aty, e gjete. Unë kam qenë i fundit bashkë me Vucajn. Po, Erion Vucaj. Erion Vucaj u kthy prap ke Laçi, unë ngela aty. Edhe nuk e pas ke shijuar domethënë si sezon. Nuk e shijova me shoqërinë time, jam kënaqur shumë. Por jo futbollist. Po si futbollist nuk e kam shijuar sepse më bën shumë padrejtësi në atë vit aty, shumë fare, shumë pafund. Padrejtësi që vetë ato që kanë qenë aty, edhe sportdashtit edhe tifozët e Korçës, sot e kësaj dite ma quajnë si padrejtësi që më bën aty brenda. Edhe më ka prek shumë kjo pjesa që nuk kam dhënë më shumë ke Partizani dhe ke Korça, kurse ke pjesë të tjera të gjitha, kurse sezoni që do të veçoja më shumë unë vetë si individ, do të veçoja më shumë Dinamo që kemi dalë kampion, edhe me Teutën, pse jo. E drejt. Ke qenë ndonjëherë afër kombëtares madhe me trajnerët e huaj? Kam qenë shumë herë afër kombëtares madhe. Ke Brigeli kam qenë gjithmonë, më ka pas thirr Brigeli, por puna është që siç e thash më parë, lojtarët atëherë ishin tabu ato që lunin jashtë, lunin apo s'lunin, kishte lojtarë që kishin 6 muaj s'lunin një neshje, vetëm ajo ideja që ai luaj jashtë, hajt ta thrasim kombëtarë dhe lunin para nesh, ne s'kishim prioritet fare. Zero prioritet. Kam qenë edhe në pjesë e Arihanit, edhe Arihanit kam pas një problem atëherë me Bakajn atëherë. Çfarë ndodhi atëherë? Ka qenë se u përfol, pati konflikt ndoshta me zonë tjetër. Pata konflikt me Elisin, për arsye sepse Elisi ka qenë shumë inatçi, edhe unë po ashtu në stërviti kam qenë agresiv shumë. Pak a shumë dy çakmak. Po, çakmak kemi qenë të dy. Po, të dy, ashtu kemi qenë. Ai se pranonte që humte lojën, unë se pranoja që humsha lojën, edhe krijuam përplasje fushë. Një përplasje aty në fushë fizike edhe detyru Arihan të më përjashtonte nga kombëtari dhe që atëherë pastaj nuk shkela më kombëtare. Aty u mbyll dera. Po, u mbyll përfundimisht me Arihan. Mirë, me që jemi domethënë në këto notat bisedës, a ke pengje nga karriera Bega? Nëse ke domethënë mund të jetë kombëtare një nga? Unë them që më shumë pengje kam vetëm si person vetë që mendoj që po të isha më i qetë, isha më i dashur në disa veprime, mos isha nxitu ke disa gjëra. Tisha edhe pak hipokrit, se do hipokriziu dhe sporti, se qofse ka një punë shumë të vështirë në jetë, mendoj se është futbolli, sepse futbolli nuk është vetë fakti se ti vrapon, apo ti ke intuit, apo ti ke teknik, po futbolli don agresivitet, do mentalitet, do t'jesh i shpejt në veprim, do t'jesh i shpejt në mendim, do t'jesh morësh vendimin e duhur, në kohën e duhur, momentin e duhur. Ka shumë komponent që mund ta bëjë një futbollist, por ne quhet futbollist se e partë. Por Shqipëri nuk e vlerësojnë shumë futbollistët. Dhe kjo është fatkeqësia jonë. Po inshallah ndash Zoti me kalimin e kohës do vi brez më i mirë, që e don sportin, që e dashuron, sepse unë mendoj që pas sport, çdo qofte, nuk ka jetë. Nuk ka zhvillim shoqëri apo nuk ka jetë, sepse nëse nuk do të ekzistonte sporti, vrapi apo boksi apo futbolli, do kishte shumë kriminalitet. Dhe këtë Shqipëria nuk e kupton që futbolli është një fuqi e madhe që ne si shqiptar duhet ta shtyjmë akoma më shumë që futbolli në Shqipëri të jetë shumë i bukur dhe shumë i mirë, sepse i kemi mundësitë. Po ta shikojmë, presidenti i futbollit, zoti Armando Duka, ka bërë investime shumë të rëndësishme me stadiume, me fusha stërvitore, me të gjitha. Thjesht ngel puna ke respektimi i futbollistit. Gjë që për mendimin tim kjo do morë për bazë dhe do më bërë mbledhje që futbollistit të jepet më shumë vlera, të respektohen më shumë. Çfarë gjykimi ke për këtë vërtetësinë e kampionatit Bega? Domethënë që njerëzit largohen edhe ku s'ka futboll pastër, domethënë tani të flasim drejt. Shpesh ndodh që rezultatet dihen përpara. S'po i marrim me raste specifike.
Po që njeriu ka qef që ku të shkojnë në stadium, mos ta di sa det ndeshja, kupton? Se ajo është pastaj kurrësia që është njeriu drejt sportit, drejt një sfide. Këtu mund kemi një lloj përmirësimi mendon? Pa i hyrë shumë detaje se nuk i kemi kompetenca. Unë mendoj që nuk është vetëm ajo. Po ta shikosh luk kombëtarja thritet i kombit tër sepse është show. Çdo gjë është show. Ti vjen aty, bëj foto, bëj selfie, diçka, e hull në Instagram, shikon, jam për shoh kombëtar. Flas për kampionatin lokal atë që na intereson më shumë se kemi javë për javë. Po, atë duhet dal pra që ne shkojmë në stadium vetëm kur ka neshje ndërkombëtare. Por kur kam qenë në kohën time, stadiumet janë pas mush shumë. Unë mendoj që duhet bëj një program pune që nëpër stadiumet e Shqipërisë të ketë një tarif normale, që tjetrit morin nusat, morin kalamojt, veti 4, veti 5. Mos paguaj pas 10-15.000 lekë për një bilet, për një neshje futbolli që ta jep si shembull, ka përshu që lu Besa Kavaja se Elbasani, në Kavaj. Tash jepi atij ai të mori makinën të vi aty, do konsumoj, po do haj, po do ushqet. Tash boni edhe ti biletën tash 20.000 lekë qendrore apo 50.000 lekë apo 30.000 lekë. Ai shkreti çfarë do bëj 400.000 lekë muj merr. Po të krijon ca politika të mira për biletat. Që ti të ma japësh mundësisht biletën, të jep si shembull kategoria para apo Superliga 2-3.000 lekë, unë kam mundësi që me 10.000 lekë të fus 4 vetë stadium. Po shtohet pjesëmarrja patjetër. Po, normal, shtohet pjesëmarrja dhe shtohet interesi, edhe ka shikunshmëri më shumë, edhe për mua bëhet më kënaqësi se nuk ka gjë më të keqe sa ti jep shfaqje mi vend edhe aty s'ke spektator fare, ku di po jep shfaqjen. Ku po luan për vete. Ku po ja tregon. Ke punuar me shumë president, Bekim, na tregove edhe anekdotën e ushtrisë me Alberdjanin. Më i vështiri edhe më bujari. Do veçoje, apo është vështirë të përgjigjesh këtu? Më i vështiri. Po, në marrëdhënie domethënë që ndoshta nuk ka qenë negativ ose i keq kështu te, po ishte i vështirë për të marrë vesh me të. Ka qenë një anekdotë që dikur, domethënë ha e pi me bizdilin, po pazar mos bëj, qarkullonte kështu si. Edhe po ta marr kështu si shembull. Po edhe ajo shprehje që betatin asnjëherë mos punon se stabi Zoti marr. Gjithmonë punon me të huajin. Një vllajnë. Do të tregoj presidenti më korrekt dhe më nga ana profesionale, nga të gjitha anët do të veçojë më profesionale, domethënë që është më mirë përgjithshëm është Mona Sabelliu. Okej. Më absoluti që është krijon rolin e presidentit, është serioz nga të gjitha gjërat dhe nuk ndërhyj për asgjë. Ky mund të jetë më korrekti. Kurse Ke pjesa korreksisë, domethënë kështu ne. Kurse Mo Xhymerti çka kam paun, më bujari dhe unë i them atij boss sot e kësaj dite. Edhe unë mendoj që është boss, po nuk ja them kështu për like, se unë s'jam mësuar me bëj like fare, se nuk e kam as për tip, po ai është megjithëse boss është ti s'bëj like, se merret kuqe, po të bëj like s'do merret. Pasha Zotin like si bëj asnjërit, po ai e ka me të vërtetë emrin boss është Agim Zeqa. Për mendimin tim ai investitori i parë të Skënderbeu. Ai është bossi. Unë mendoj që ai i ka dhënë Zoti zemër të madhe dhe është i vetmi që çdo moment futbollistin e trajtonte tamam si futbollist. Në të gjitha aspektet. Si na i dhurat, si na i diçka, edhe sikur nuk luaj as një minutë fare, nuk ka lidhje fare minuti. Thonte Beke hajde këtu, po i këtë ta kam bë dhurat mere. Edhe më me një rast që i tha Aurelesit që po bën gol do t'jap orë. Po orë të mirë, jo orë kështu. Edhe më që bën gol Aurelesi dhe ja bonte ora ku është. Edhe më që i ka bler një orë shumë të rëndësishme me lekë shumë, edhe ja bën dhuratë që nuk e kisha as për t'ja bë sepse Aurelesi rrogën e mirë, premin e mirë ka qenë nga më të pagumit atëherë. Po Agim Zequ ka qenë një nga president që më ka lo breza, sot e kësaj dite e kam mik, flas nga herë me atë, edhe është njëri shumë mirë. Goli më i bukur. Kurse më i vështirë, jo, do të them më të vështirë, mos më vështirë. Jo, mos më nga i vështirë. Thasë do marruaj. Për mendimin tim, presidenti më i vështirë që më kanë pa në herë syt. Është Besnik Kaplani. Të Bylis. I Ballshit, po.
3 ditë më mbjellte telefonat para neshjes. Tash ne që i kishim mësu atë që bonte i mashim ka 2 telefona. I ishim gjithmonë edhe të keqin, a kupton? Edhe besnika plane ka qenë i papamlla, nuk di me treguon historitë e tij, ty nuk kanë net e ditë. Po, zgjatet shumë podcasti. Po, podcast po kështu të papam fare. Ka qenë një nga presidentët më të vështirë domethënë për futbollistët. Atje është ambient shumë i mirë për të bërë futbollist, sa i të fut në regjim nga të gjitha anët. Krijon një ambient shumë të fortë, tamam ushtrie, Hermetike. Po, hermetike dhe nga kjo ambient që ai krijon, po ta shohësh me statistika, është i vetmi që shet më shumë Superligën shqiptare. Lojtarë vërtet që çakullon shumë futbollistë nga Shifi, ke Prekën e Partizanit, ke Andi Androjn, ke Ujkën, ke Maçollin, po, mos shkojmë më pas te Olainka ke Olainken, ke Zoçukun atëherë, ke atë Kaindën, Kuindon, ku s'ka lëviz po. ke atë James Adeni që lutet sot në Azerbajxhan. Kam kalu dhe unë aty dikur, po të them që është më i vështirë që kam pa ndonjëherë. Interesant. Tani do shkojmë me ca pyetje teke, kështu tip kuici edhe po shkojmë pak a shumë drejt përfundimit të këtij mega podcast. Spektakolar. Goli më i bukur që ke shënuar në karrierë. Jo më rëndësishëm, më i bukur nga mënyra realizimit. Po thotë drejtën kam bërë shumë, po do të veçoja këtë me ekipin e Kavajës që kam bërë me Dinamo. Kam bërë gol bukur aty dhe Top Channel-i e ka majtë si rubrikë sportive që nxirrte gjithmonë ke News Top Channel, që se ke pa, gati 7-8 vjet rresht golin tim aty. Ndeshja më e mirë në karrierë? Ndeshja më e mirë në karrierë. Kam bërë shumë, nuk di si me ta thonë, s'ka ngel ndonjëherë në një shumë bresa. Do të veçoja te me Slavën Belupën në Kupën e UEFA. Po me 2 golshin, për arsye sepse kam ose do të veçoja këtë një edhe atë me Korçën, që kam luajtur me Shkumbinin, që kam bërë 3 gola mi Neshi. Edhe ka qenë shumë e fortë, sepse gjithë stadiumi që thrisë emrin tim Kor, dhe baba im ishte shumë krenar. Këto dy kanë ndodhur kështu si Fusha më e vështirë. Fusha më e vështirë që kam luajtur në Shqipëri, Shkumbini ka qenë shumë i vështirë, shumë. Nuk di më si me ta shpjegoj. Dhe kam qenë në Shkumbin në Peqin ato vite kam pasur si Shkumbini ka qenë fusha më e vështirë. Ditë edhe pistoleta në për tribuna, por që është histori. Kanë dalë edhe poshtë edhe lart, jo vetëm lart, edhe poshtë vinin. Preja e parapëlqyer e jotja, skuadrat së cilës si shënua më shumë ose përballë cilës ti luaje më mirë. Që kur e llogarit tani të boja kanë zihet në Vllaznia dhe Teuta. Do të veçoja, që kam qenë gjithmonë boja gol, edhe e kam pas shumë kollaj. Edhe me të dyja ke luajtur si lojtar. Ka ndonjë bekim kuli të ri kampionati? Ose në ardhje, një lojtar të ngjashëm me atë që ti shfaqe në futboll? Me të thotë drejtën e Zotit, më pëlqen shumë Muçi. Ernest Muçi. Ernesti më pëlqen për arsye sepse është pak a shumë tipi im, po ta fusësh Ernestin në taktik, nuk lu futboll fare. Po ta lesh djalin të lirë, ai bën mrekulli. A është mundur futbollin e sotëm ta lesh dikë të lirë? Me këtë bizotrimin e taktikës në çdo. Kemi ne lojtarë aty ke Kavaja, ka Injo, super lojtar, ai brazilian. Çfarë ka? Është 28 vjeç. Për mendimin tim është lojtar Superligës, ka lidhje fare me kategorinë e parë. Atë çunin e kam pas edhe ke Vlora. Po ta fusësh në rol taktik, ai çuni humbet fare. Kështu që duhet lënë lirë. Ne e lëm të lirë, ja kemi krijuar ato situatat, e dim, e morëm veç, themi ngjo Injo, do lushi lirë. Është ky Indio Olivera. Po. I themi ngjo Indio, los ku dush, shko ku dush. Nuk thot njëri gjë. Injo bën mrekulli pastaj. Kështu mendojnë është dhe Muçi. Edhe Muçi më pëlqen shumë. Me drejt. Bekim ne u kënaqem, nuk e di ty si të duk kjo bisedë, a kishe bërë të ngjashme tilla me rrëfim. Asnjë se kam bërë, dhe për në ftesën të atë me kënaqësi, për arsye sepse historitë e mia ose ato që kam kaluar të jenë shtys për lojtarët e ri që të kenë një shembull apo një diçka të dinë vështirësitë e futbollit, sepse tregum gjëra të bukura këtu, po edhe vështirësitë kanë qenë shumë të mëdha. Sidomos nga ana ime, ka pas net pa gjumë, ka pas net që kam qajt, kam pas net që kam pas në ato brengët e mia.
familja ime, nana ime që më ka la ato fushët e këqija të futbollit shqiptar, ato vite pa ujë, pa drita, pa kështu. Sakrificët e babës tim që punonte nga mjesi dendark për të siguruar mua ato që unë doja. Sakrificët e vllait tim në Itali që ka punu gjithë kohën edhe pucat më të mira ku ishin, ai mi ka pru gjatë gjithë jetës time futbollistike, që kur isha kalamo deri kur e kam lënë vllai çdo vit mbinte nga 5-6 palë pucë. Dhe ju falenderoj për ftesën shumë. Shpresoj të zbatitur Beke, se ne kemi pa në fush vllai im që është mas kamerës, Ergit ka shiju atë në finalen e 17 majit, titujt unë më pak domethënë. Unë jam Partizanin. Po kjo është histori tjetër. Çfarë do të kisha të pyetje të funit faktikisht. A ke skuadër zemrët Besa normalisht se je ka vajse, atë kanë gjetë një skuadër që thu e ndjen vetëm më afër. E kam. Ngjo vllajt, unë për Besën e ka vajse është qyteti i lindjes pa të fjalë, domethënë. I bie muzikë me gjithë çuna tani. Jo, mirë. Dinamon e kam zemër, me të thotë drejtën. E kam zemër për arsye se kam kaluar 3 vite aty. Edhe fati im i mirë që kam qenë me çunat më të mirë që ka pas ai Brest. Kam qenë me çunat mirë, kam qenë me çunat sinqert që sot e kësaj dite i kam shoh, i kam miq, edhe dal edhe familjarisht me ato. Shumë faleminderit edhe ta bëv Zoti mbar për karrierën si trajner. Amin, gjithë inshallah, Zoti bekov Shqipërinë dhe gjithë shqiptarët, inshallah sa më të mirë të jemi ne, aq po mirë do jetë kombi jon. Lumgoja, faleminderit miq, shpresoj ta shijoni këtë bisedë. Faleminderit.